Imagjinoni gjithë historinë e universit të shkundur brënda një ore të vetme. Në këto orë, yjet luhaten, galaktikat lindin dhe vdesin, dhe çdo qytetërim që ndonjëherë mund të ketë ekzistuar, flakron për një frymarrje të shkurtër dhe pastaj ftohet pa njoftim. Pyetja mbetet e thjeshtë dhe e tmeshme. Pse ekziston më shumë se kjo boshllëk i mundshëm? Kjo është pyetja themelore që filozofi Gottfried Wilhelm Leibniz formuloi në fillim të shekullit të 18, rreth vitit 1712. Përse ka diçka në vend të asgjëje? Ju jeni në qendër të pyetjes. Le të fillojmë nga një vëzhgim konkret. Jerry R. Eman në observatorin Big Ear të Ohio State University në 1977 regjistroi sinjalin e famshëm wow, një puls radio që nuk u përsërit dhe mbeti i pashpjegueshëm. Ky ishte një therr në veshin e natyrës. Çfarë është e çuditshme për këtë therr? Nëse ky sinjal ishte nga inteligjenca, atëherë komunikimi teknik mund të ndodhë, por natyra e tij e vetme dhe e përkohshme thyen pritshmëritë e një universi plot sinjale të vazhdueshme. Kjo na detyron të rishikojmë supozimet. Dhe tani një shembull tjetër i fundit teknologjik. NASA WISE teleskopi, i dërguar në hapësirë në 2009 dhe analiza e Jason T. Wright në Universitetin Penn State në 2015, kërkojnë nënshkrime infra të kuqe të qytetërimeve që konsumojnë yje, dhe gjeti pothuajse bosh. Kjo heshtje e gjerë vjen si një goditje. Çfarë e bën këtë të çuditshme? Nëse qytetërimet e përparuara ndërtojnë struktura të mëdha si sfere të supozuara Dyson, ata do të linin një shenjë të qartë në dritën infra të kuqe. Mungesa e tyre është një dëshmi kundër pritshmërive naive për kolonizim të dukshëm. Kjo ndryshon panoramën. Këto janë të dhëna që thjejnë një histori të re tani. Një sinjal i veçantë dhe një kërkim i gjerë pa rezultat të dukshëm janë prova instrumentale që kërkojnë interpretim të kujdesshëm, jo përfundime të nxituara. Dhe këtu lind problemi. Pyetja themelore e filozofisë: çfarë bëri diçkën të jetë në vend të asgjëje? Por asgjëja ka të paktën 3 fytyra që duhet ndarë qartë: asgjëja metafizike, vakumi fizik dhe boshllëku matematik. Nëse i përziejmë, humbasim rrugën. Së pari, asgjëja metafizike. Kjo është ajo jo ekzistenca absolut që filozofët si Martin Heidegger në 1930 dhe më parë diskutuan si përballje me vetë qenien. Është boshllëku që nuk përmban asgjë që mund të merret si ka. Është konceptual dhe radikal. Së dyti, vakumi fizik. Më poshtë do të sqarohen me detaje dhe prova eksperimentale, si efekti Kazimir, që tregojnë se vakumi nuk është zbrazët. Së treti, boshllëku matematik. Georg Cantor, në fund të shekullit të 19, themeloi teorinë e seteve dhe formalizoi konceptin e setit të zbrazët, një strukturë me 0 elemente, por me prani logjike. Është boshllëk i formuar, jo i përjetshëm. Kuptimi i dalimit është thelbësor. Nëse vini re vakumin fizik dhe thoni: "Shiko, asgjëja s'ka qenë kurrë e vërtet." Ju keni bërë një gabim konceptual. Duke përdorur një provë të natyrës fizike për të zgjidhur një problem metafizik, keni përzier nivelet. Kjo është një kërcënuese prove gabimit ton të zakonshëm. Le të rikthehemi te vëzhgimet instrumentale. Eman me wow në 1977 dhe WISE me kërkime infra të kuqe në 2009 dhe më vonë nga Jason T. Wright në 2015 krijojnë një kontrast të egër, një sinjal misterioz dhe një boshllëk i përhapur. Ky kontrast është laboratorik për idetë tona. Çfarë po thot kjo për diçka ndaj asgjëje? A është mungesa e sinjaleve prova që jeta nuk ka lindur shpesh? Apo thjesht se jeta fsihet, që komunikon në mënyra që nuk njohim, ose që zhduket shpejt? Këto alternativa kërkojnë dalime qartësuese. Këtu hyn një gabim që shpesh bëhet. Njerëzit marrin një vëzhgim fizik dhe nxjerrin një përfundim metafizik. Ata përdorin vëzhgimin e vakumit dhe mendojnë se kanë zgjidhur misterin metafizik të ekzistencës. Ky është një mashtrim i logjikës. Le të shpjegoj me një shembull të thjeshtë. Nëse në një pyll ju gjeni gur të përhapur dhe nuk shihni dritat e shtëpive, nuk mund të konkludoni menjëherë se askush nuk jeton atje. Mund të jenë shtëpi të fshehura ose njerëz që janë larg. E njëjta gjë vlen për galaktikën. Cila është pasoja praktike për ne?
Nëse ne përzijejmë nivelet e boshllëkut, mund të tregojmë mbi vlerësim ose nënvlerësim të rreziqeve tona ekzistenciale dhe të marrim vendime të gabuara për kërkim, zbulim dhe mbijetesë. Kjo ka peshë të madhe. Kthehemi te teknologjia që thyen idet e vjetra. Kërkimi Interstellar nga Guglielmo Cocconi dhe Philip Morrison në 1959 në revistën Nature propozoi radiovëzhgjime si një rrugë dhe kjo ide çoi në punën e Frank Drake në 1961 në observatorin Green Bank me ekuacionin e tij. Këto hapa teknologjik ndryshuan diskutimin, por teknologjia gjithashtu ka prodhuar heshtjen. Projektet moderne SETI dhe vëzhgjimet infra të kuqe qëndrojnë si instrumente të fuqishme që nuk kanë dhënë përgjigje të qarta, dhe kjo heshtje teknologjike ndreq dhe ndërlikon prioret tona. A është kjo frikë apo fati? Këtu lind dilema, interpretimi i boshllëkut. Nëse ne lexojmë boshllëkun si mungesë absolute të jetës, ne mund të mendojmë se kemi kaluar një filter të madh që e bën jetën jashtëzakonisht të rrallë, por ky është vetëm një prej lecimeve. Një lecim tjetër është se ne po kërkojmë drejt. Ndoshta sinjalet vinë, por jo në mënyrën që ne kemi imagjinuar. Ndoshta komunikimi teknik është i shpejtë, i jetshëm dhe i pashok. Kjo është një mundësi e hidhur. Kombinimi i 3 niveleve të boshllëkut krijon një perceptim të rreme të sigurisë. Kur filozofia, fizika dhe matematika flasim në gjuhë të ndryshme, kemi tendencën të përkthejmë terminologjinë në mënyrë që duket koherente, por në realitet krijojmë konfuzion. Kjo është rreziku kryesor. Mendoni për një laborator ku 3 shkencëtar punojnë mbi të njëjtën makineri, por secili mat me instrumentin e tij. Njëri mat tensionin elektrik, tjetri temperaturën dhe i treti kohën. Pa përkthim, secili mendon se makina është në rregull, bazuar në të dhënat e tij të kufizuara. Kjo metaforë vlen për Fermi paradoksin dhe është pikërisht kjo që bëri wow dhe kërkimi wise. Matës të ndryshëm tregojnë pamje të ndryshme. Eyman tregoi një shenjë të vetme që tyente heshtjen dhe Wise tregoi një heshtje të përhapur që sfidon pritshmëritë e një universi të zhurmshëm. Të dyja kanë peshë. Çfarë rreziku ekziston kur i bashkojmë si të njëjta provë? Nëse thuajmë që vakumi fizik ka energji, pra nuk mund të ketë asgjë metafizike, ne bëjmë gabim kategorial. Po ashtu, nëse themi nuk kemi prova infra të kuqe, kështu nuk ka jetë tjetër, ne supozojmë se qytetrimet do të lënë nënshkrime që ne patëm të mësuar të kërkojmë. Këto janë përfundime të nxituara. Një mjet i nevojshëm është disiplinimi konceptual. Filozofia duhet të na ndihmojë të kuptojmë natyrën e pyetjes për asgjëjen. Fizika duhet të na tregojë se çfarë matet në realitet, dhe matematika duhet të na jap strukturën logjike për të shmangur konfuzionin. Ky bashkëpunim është thelbësor. Një tjetër instrument është kujdesi ndaj narrativave të forta. Romanet si ai Liu Cixin në 2008 ndërtojnë metafora të fuqishme si pilli i errët, dhe ato na ndihmojnë të imagjinojmë rreziqet, por nuk janë prova empirike që vendosin se çfarë është realisht. Kjo dallim është jetike. Pra, çfarë duhet të bëjmë tani? Së pari të ndalojmë përzierjen e padisiplinuar të niveleve të boshllëkut. Filozofia të mos lecohet si instrument fizik dhe fizika të mos zvendësoj reflektimin metafizik. Kjo është hapa i thjeshtë, por i nevojshëm. Së dyti, të vlerësojmë me ndershmëri kufitë e instrumenteve tona. Jerry R. Eyman dhe observatori Big Ear dhanë një provë të pasigurt. Jason T. Wright dhe Wise dhanë një statistike heshtjeje. Të dyja kërkojnë interpretim të kujdesshëm nga njerëz që dinë kufitë e matjeve të tyre. Kjo është qasja shkencore. Së treti, të mos marrim heshtjen si provë absolute. Heshtja është informacion, por si çdo informacion, ajo duhet dekoduar dhe vendosur në kornizën e hipotezave të ndryshme dhe të mundshme. Kjo është metoda. Dhe sfundi, një imazh për t'ju mbajtur zgjuar. Imagjinoni që ju jeni një kamp në një pyll të nxirr natën. Një zjarr i vogël mund të tërheqë aleat ose grabiçar. Çdo dritë është një vendim. Pra çfarë do të zgjidhni? Do të ndezësh zjarr për të thirrur miq apo do të fshihesh dhe të shpresosh që frika mos të vërre re? Përgjigja juaj thot shumë për mënyrën si leconi. _quote, _23_ dhe _quote, _24_
Pyetja mbetet e hapur dhe e detyrueshme. Në pjesën tjetër të këtij udhëtimi, ne do të shohim se si këto dallime ndikojnë në modelin ton të shpresës dhe rrezikut, por tani mbajini këtë imazh. Universi është i madh, i heshtur dhe konfuze. A jeni gati të vazhdoni? Drejt tani, ndërsa po dëgjoni zërin tim, rreth jush është një gjendje që duket si boshllëk, por nuk është asgjë. Ajo mban energji, val dhe mundësi. Në një lëvizje të shpejtë, qoftë ajri i dhomës suaj apo vakumi midis yjeve, fushat kuantike vazhdojnë të dridhen, si një liçen i qetë vetëm në sipërfaqe, por i mbushur me vallë në thelsi. Kjo është pika ku duhet të fillojmë. Vakumi që fizikantët flasin nuk është undercore, QUOTE, undercore, undercore, është një gjendje ku vetë fushat e natyrës veprojnë në mënyra që thjejnë intuitën tonë. Imagjinoni një dhomë të madhe, e zbrazët dhe e errët. E gjitha ajo, kuote, 16, është një flet elektronike ku çdo fushë fizik shkruan dhe fshin me ritme të shpejta. Fusha elektromagnetike, fusha elektronike, fusha të tjera, të gjitha kanë gjendjen më të ulët të energjisë, dhe megjithse nuk gjenerojnë grinca të qëndrueshme, ato bëjnë lëvizje të panumërta që quhen fluktuacione kuantike. Këto fluktuacione nuk janë alegori. Ato prodhojnë efekte të matshme që fizikantët kanë matur në laborator të përkushtuar. Së pari, të sqarojmë termin. Kuote 17 në kuptimin modern është gjendja me më pak energji të mundshme të fushave, jo një kuti absolute bosh. Ky përkufizim erdhi gradualisht nga punë të ndryshme. Max Planck, në fillim të shekullit të 20, propozoi idenë e kuantizimit të energjisë dhe më vonë teoritë e fushave kuantike përpunuan idenë e gjendjes bazë si një vend ku nuk sundon asnjë grinc, por fushat dridhen pa pushim. Nuk është një fjalë loje, kur themi _quote _18_, duhet ta perceptojmë atë si një gjendje dinamike, si një sipërfaqe uji plot me flluzkat e imëta që shfaqen dhe zhduken. Tani një pulvizë shpejt. Njerëzit shpesh mendojnë se QUOTE11 është një rezervuar i pafund energjie, një depo e panjohur që mund të shfrytëzohet. Por kur fizikantët flasin për energjinë e pikës zero, ata flasin për një pasojë të strukturës së fushave, një kosto minimale që ekziston edhe kur nuk ka grinca të vërteta. Ky nuk është një rezervuar i thjeshtë, është një fenomen që kërkon kujdes matematikor dhe fizik për të kuptuar dhe përdorur. Pjesa më e prekshme e kësaj historie është efekti Casimir, një provë drejt për drejt se fluktuacionet vakumi nuk janë vetëm filozofi. Fizikanti Hendrik Casimir, në 1948 në Philips Naturkundig Laboratorium, parashikoi se dy panele metalike të vendosura shumë afër njëra tjetrës në një vakum do të përjetonin një forcë të vogël tërheqëse. Nuk ishte metafor, ishte një parashikim matematikor, një llogaritje e bazuar në ndryshimin e modaliteteve të fushës elektromagnetike për shkak të kufizimeve gjeometrike. Skuaroni këtë për një moment me një imazh të përditshëm. Mendoni për sipërfaqen e një liçeni të qetë. Nëse vendosni dy peshqerë të ngushtë, valët që mund të formohen mes tyre janë të ndryshme nga valët jashtë tyre. Kjo ndryshim krijon presion. Ndonse në vendin ton nuk ka grimca reale që shtyjnë, ndryshimi i modaliteteve të fushës prodhon një forcë të matshme, dhe kjo është ajo që Hendrik Casimir llogarit në 1948. Eksperimentimi erdhi shumë më vonë. Fizikantët e parë që matën efektin në mënyrë të qartë ishin Stephen K. Lamoureau në 1997 në University of Washington dhe më pas Umar Mohideen dhe Anousheh Roy në 1998 në University of California Riverside. Lamoureau përdori një setup të kujdesshëm me sfera dhe plak për të matur forcën e vogël dhe la shenjë të qartë që fluktuacionet vakumi japin një forcë reale. Këto eksperimente nuk ishin spektakolare në mënyrën hollywoodiane, ishin matje precize në kufijtë e fundit të aftësive inxhinierike. Lamoureau tregoi se forca korespondonte me parashikimet teorike në rrethin ku matjet ishin të mundshme, dhe kjo vulosi idenë se vakumi ka fuqi që mund ta ndjejmë fizikisht. Mohideen dhe Roy përmirësuan më tej metodologjinë dhe reduktuan pasiguritë eksperimentale. Përse kjo ka rëndësi për pyetjen tonë rreth civilizimeve që zhduken? Sepse të kuptuarit e vakumit dhe të energjisë së tij ndryshon se çfarë ne konsiderojmë si burim i mundshëm dhe çfarë si rrezik i fshehtë.
Një ide që ka rënë në mendjet publike është se universi mund të ketë energjinë zero në total, një baraspesh midis materjes me energji pozitive dhe zgjerimit ose fusave me energji negative, duke lejuar lindjen e diçkaje nga asgjëja. Kjo ide mori një formë të parë të popularizuar nga Edward P. Tryon në 1973, kur ai propozoi në revistën Nature se universi mund të jetë një fluktuacion vakumi. Tryon nuk pretendoi se kishte provë të pakundërshtueshme. Ai hapi një mundësi të guximshme. Nëse energjia totale mund të jetë zero, mekanizmat kuantik mund të lejojnë lindjen e një hapësire kozmike pa shpenzimin e një energjie të madhe. Kjo ide nxiti diskutime filozofike dhe fizike. Ishte një ftesë për të menduar se nga nuk është, mund të lind është. Por këtu fillojnë kufizimet, dhe ja ku përsëri duhet të jemi të qartë. Së pari, edhe nëse detajet matematikore sugjerojnë një mundësi të tillë, kjo nuk është e njëjtë si provë empirike që universi jon ka lindur në këtë mënyrë. Së dyti, llogaritjet e energjisë së vakumit janë të ndërlikuara dhe shpesh të pafundme pa një rregullim të kujdesshëm. Teoritë që japin kuptim këtyre pafundësive kërkojnë baza të forta matematike. Një problem themelor është që teoria e fushave kuantike, kur aplikohet direkt në llogaritjen e energjisë së vakumit, jep një vlerë astronomike, shumë më të madhe se çfarë ne vëzhgojmë në kozmos. Fizikanti Steven Weinberg në 1989 identifikoi këtë si problemin e konstantes kosmologjike. Llogaritjet teorike të densitetit të energjisë së vakumit janë shumë herë më të mëdha se sa vëzhgimet kozmologjike lejojnë. Kjo është jo vetëm çështje e numrave, është çështje e përputhshmërisë mes dy mënyrave radikale të kuptuarit botën. Për ta bërë këtë të prekshëm, mendoni për një kontabilist që pranon një faturë me shifra që nuk lidhen kurrë me bilancin bankar. Teoria jep bilanc të mëdha, por astronomia thotë se llogaritë tona janë të vogla. Dikush duhet të shpjegoj pse. Nuk mund t'i zbejmë këto kundërthënie me fraza filozofike. Kërkohet mekanik fizike që të bashkojë parashikimet dhe vëzhgimet dhe ka një limit epistemologjik më të thellë. Matjet, si efekti Kazimir, tregojnë që vakumi sjell forca lokale të vogla në kushte të kontrolluara, por ato nuk thon asgjë direkte për natyrën e vakumit kozmik në shkallë të plotë. Ndryshimi midis një koke të kane në laborator dhe energjisë që mund të mbajë një univers të tërë është i jashtëzakonshëm. Me pak fjalë, një efekt lokal i matshëm nuk është një patent për të shpjeguar lindjen apo qëndrimin e universit. Mëtej, të supozojmë se energjia totale e universit mund të jetë zero, skaron vetëm një pjesë të historisë. Pyetjet e tjera mbeten. Çfarë rregullash fizik kërkohen për të bërë një _quote_49 që të jetë i qëndrueshëm dhe evoluoj drejt një universi si ky? Këto rregullime nuk janë intuitivisht të garantuara. Ato kërkojnë mekanizma që ne nuk i kemi të provuar. Këtu hyn edhe një parim i rëndë. Provat e vetëdijshme që ne shohim janë selektive. Ne jemi vëzhgues që u ngjajmë botimeve në një bibliotekë të pafund. Vetëm ato faqe që lejojnë lindjen e vëzhguesve mund të lehtësohen. Kjo nënkupton se interpretimi i heshtjes ose i të metave të tjera duhet të bëhet me kujdes. Një hipotezë elegante nuk automatizon faktet. Për ta bërë këtë më të prekshëm, le të bëjmë një eksperiment me ndjeje. Ky është momenti i ngutshëm që do të ndërtoj tensionin ton. Imagjinoni që ju keni mundësinë të hidhni një monedhë të vendosur në një pollen fantastike. Në njërin anë, monedha tregon kuote 30. Një event i ngjashëm me lindjen e diçkaje nga asgjëja, por një rast ekstrem dhe i ndërlikuar. Në anën tjetër, monedha tregon kuote 31. Rregulla themelore që ne nuk i kemi zbuluar ende, që kufizojnë se çfarë lloje universish mund të formohen. Ky eksperiment me ndjeje është i thjeshtë, por ai ndriçon një pikë. Ne mund të imagjinojmë shkaqe të ndryshme për diçka që duket si _quote_32_ dhe ato shkaqe kanë pasoja të ndryshme për mënyrën si interpretojmë heshtjen kozmike. Eksperimenti nuk zgjidh problemin. Ai detyron ne të pranojmë pasigurinë dhe kufizimet e provave tonë. Dhe tani të kthehemi ndaj implikimeve për metaforën e pyllit të errët dhe për pyetjen pse civilizimet zhduken pa na kontaktuar. Efektet e vakumit nuk japin një arsye sociale ose strategjike pse civilizimet do të heshtnin ose do të shkatërronin të tjerët. Ato japin një kuptim fizik të asaj që është objektet e diskutimit. Energjia nuk është thjesht një burim i pakufizuar dhe nuk është e thjeshtë.
Pra çfarë kemi mësuar derisa të shkojmë më tej? Së pari, vakumi është një medium aktiv, një fushë që dridhet dhe sjell efekte të matshme, siç tregoi Henry Casimir në 1948 dhe konfirmuan Stephen K. Lamoro në 1997 dhe Umar Mohidin me Anushri Roy në 1998. Së dyti, idetë si ajo e një universit me energji totale zero, të ekspozuara nga mendues si Edward P. Tryon në 1973, janë të fuqishme, por të pasigurta. Ato nuk zëvendësojnë nevojen për prova dhe rregulla të qarta. Por më e rëndësishmja është kjo. Një efekt lokal i vakumit nuk është provë për motive apo strategji kozmike të civilizimeve. Një forcë e vogël midis pllakave metalike nuk na thot pse një qytetërim do të vendoste të shkatërronte një tjetër, apo pse të gjithë do të heshtnin. Këto janë pyetje që kërkojnë ura midis fizikës, biogjenezës, teknologjisë dhe teorisë së lojrave. Vakumi ofron pjesën materiale të tablos, jo skenarët social që e mbushin atë. Mendojeni kështu. Një fletë e dhomës suaj mund të jetë ndotur me kosha gjurmësh që tregojnë për aktivitetin e dikujt tjetër, por ajo vetë nuk lë vendimit për arsyet e veprimeve të tyre. Efektet kuantike na japin detajet e vegla të mekanikës, por interpretimet e mëdha për zhdukjen e civilizimeve kërkojnë një kombinim të dëshmive të ndryshme. Kjo do të thotë se kur përbalemi me pyetjen U, Q, U, O, T, E, 34, ne nuk mund të mbështetemi vetëm tek një aspekt fizik si energjia e vakumit. Duhet të ndërtojmë një mozaik. Në fund të kësaj pjese, lërni një vizion të hapur. Vakumi është intriguese. Ai na ndryshon intuitën dhe na ofron efekte që mund të masim. Por ai nuk është shkaku i vetëm dhe nuk na jep përgjigjet morale ose strategjike për sjelljen e civilizimeve. Në një univers ku çdo hapësirë zbrazët është plot me vida të fshehta, loja kryesore mbetet në atë se si entitetet që lindin brenda tij zgjedhin të veprojnë. Dhe kjo, si do ta shohim, është një histori që kërkon më shumë se fizik të pastër. Mendoni një çajnik në kuzhinën tuaj. Ai duket i zakonshëm, por imagjinoni nëse dikush do t'ju thoshte se ky çajnik ka gërmuar një fillim të papërshkrueshëm të ngrohjes, që e bën të pamundur të thuash se kur u ndes për herë të parë. Kjo është mënyra se si fizikantët e shekullit të 20 po e përballojnë idenë e fillimit të universit. Një objekt i njohur bëhet papritmas i huaj kur zmadohet në shkallën kozmike. Universi klasik i relativitetit përgjigjet me qartësi të frikshme për këtë imazh. Fiziku Roger Penrose në 1965 nga University of Cambridge formuloi një teorem që tregonte diçka të tmerrshme. Në kushte të thjeshta dhe fizike, linjat e lëvizjes së materjes dhe dritës nuk mund të zgjaten pafund në të kaluarën. Stephen Hawking në 1970 në University of Cambridge bashkëpunoi në këto ide dhe tregoi se ato nuk ishin thjesht matematike thatë. Ato parashikojnë një kufi ku gjeometria e hapësirës koha bën dështim. Në gjuhën e përditshme, relativiteti thotë se historia e universit ka një mur, pas të cilit ligjet që njohim nuk japin më përgjigje. Por ky mur nuk është një detaj i vogël. Ai do të thotë se, brenda kornizës klasike të Einsteinit, ne hasim një pikë ku forcat bëhen të pafundme. Koha humbet kuptimin dhe pyetjet kuote 35 dhe kuote 36 mbeten të papërgjigjura. Kjo është saktësisht ajo që e detyroi fizikën moderne të kërkojë një rrëfim më të thellë përpara se të besonte në një Big Bang të UQOT E37. Problemet praktike që shfaqeshin nuk ishin filozofike, por të prekshme. Në 1910, fizikantët si Alexander Guth në Massachusetts Institute of Technology vërejtëm se modelet klasike kishin telashe serioze me uniformitetin e universit dhe me mënyrën se si temperatura dhe energjia dukeshin të rregulluara pa shkak. Për të zgjidhur paradokset e horizontit dhe të rrafshimit, pse hapësira duket uniform dhe pse gjeometria duket pothuajse e drejtë, Guth propozoi në 1910 një model që thjesht do të zgjeronte hapësirën me ritëm eksponencial në një fazë të shkurtër të hershme. Ky propozim, i quajtur inflacion, u duk si një solucion elegant për disa nga pyetjet më të vështira të kozmologjisë klasike. Por inflacioni nuk ishte një ide e vetme pa pararëndës. Aleksej Starobinski në 1979 në Landau Institute for Theoretical Physics në Moskë
dhe Andrej Linde në 1982 në Lebedev Physical Institute sollën variante dhe nuanca që pasuruan skenarin. Secili nga këta studiues e zhvilloi idenë në drejtime të ndryshme. Metafora e përshtatshme është ajo e një karte të vjetër me rrudha. Inflacioni shtrihet dhe i lë rrudhat e papërputhjes jashtë horizontit ton, dhe kështu i shpjegon harmonitë e materialit kozmik. Por kjo zgjidhje fsheh një problem të ri. A mundet inflacioni të jetë i përjetshëm për në të kaluarën, që do të thoshte se nuk ka nevojë për underbrace? Underbrace. Quote. Underbrace, 38. Underbrace. Underbrace, të pavarur? Këtu vjen një goditje që shpërfaq skepticizmin e arsyeshëm që duhet të kemi. Arvind Borde në Tufts University, së bashku me Alan Guth në Massachusetts Institute of Technology dhe Alexander Vilenkin në Tufts University, publikuan në 2003 një teorem që ndryshoi tonin e debatit. Teorema Borde-Guth-Vilenkin. Tregonte se nëse një hapësirë ka një normë mesatare pozitive të zgjerimit, atëherë ajo nuk mund të jetë plot në të kaluarën. Me pak fjalë, edhe pse inflacioni mund të shpjegojë shumë nga pamja aktuale e universit, ai nuk e heq domosdoshmërinë e një kufi në të kaluarën kur përshkruhet me mjete klasike. Dhe po, që nuk është një pohim që na tregon çfarë ndodhi pas atij muri, është një argument kinematik që thot vetëm, nuk mund të ecim mbrapa pafund në rrugën e zgjerimit me mjete klasike. Le të qartësojmë një gjë të rëndësishme që shpesh huton debatin publik. Teorema Borde-Guth-Vilenkin nuk tregon domosdoshmërisht ekzistencën e një singulariteti me densitet të pafund. Ajo nuk pretendon të përshkruajë fizikën e asaj pike kufitare. Ajo thot se modeli klasik i hapësirës koha, edhe i zgjeruar nga inflacioni, është i paplot në të kaluarën dhe kërkon diçka për ta zvendësuar për të shpjeguar fillimin. Kjo quote 39 është pikrisht fusha ku hyjnë teoritë kuantike të gravitetit dhe këtu rrëfehet një ndryshim paradigmatik. Ne nuk po kërkojmë thjesht më shumë matematikë klasike, por një lloj tjetër ligjesh. Çfarë do të thotë që U, Q, U, O, T, E, undërkori, 4-0, U, Q, U, O, T, E, undërkori 4-1. Në shkallën ku kurbatura e hapësirës bëhet e madhe sa të krahasohet me atë që quajmë shkallën Planck, variacionet kvantike të vetë hapësirës dhe kohës bëhen të mëdha. Përjetimi i një U, Q, U, O, T, E, undërkori 4-1 në kohë, zhduket dhe zëvendësohet nga një larmishëm humori i fluktuacioneve kuantike. Këtu metafora e parë e çajnikut nuk mjafton. Duhet të imagjinoni një sipërfaqe uji, e cila në shkallën mikroskopike nuk është më e qetë, por e trazuar në mënyrë të papritur, ku çdo pikë mund të lindë dhe të shuhet menjëherë. Kjo U, Q, U, O, T, E, katërmbëdhjet e hapësirës koha, është ajo që shumë fizikantë quajnë space-time foam, dhe për ta përshkruar duhen teoritë e gravitetit kuantik. Çfarë teorish kemi në fushë dhe çfarë presupozimesh mbajnë ato? Teoria e stringjeve, e zhvilluar në universitete dhe qendra kërkimore për dekada, paraket hapësirën dhe materien si vibrime të objekteve të holla të quajtura U, Q, U, O, T, E, 4-3. Të tilla ide sjellin mundësi të reja për të shmangur singularitetet, por ato duhet të përputhen me të dhënat. Loop Quantum Gravity, e studiuar nga strukturat të ndryshme akademike, përpiqet të diskretizojë hapësirën në një rrjet dhe t'i japë asaj një natyrë atomike që mund të shmang apokalipsen matematike të singularitetit. Asnjëra nuk është provuar eksperimentalisht dhe të dyja mbajnë supozime thelbësore që nuk mund të provohen lehtë në laborator toksor. Kjo është pika ku shfaqet tensioni për narrativin ton. Nga brenda kornizës klasike, ne jemi të detyruar të themin që underscore, quote, underscore, 44 underscore kërkohet. Por skeptiku i vrazhd do të pyes me të drejtë, pse të pranojmë përgjithësi të reja pa prova? Këtu duhet të përdorim një kombinim të arsyetimit logjik dhe të kërkimit empirike.
Teoremat, si ajo e Borde-Guth-Vilenkin, na tregojnë kufijtë e asaj që mund të nxjerrim nga relativiteti. Eksperimente dhe vëzhgjime që kërkojnë gjurmë të inflacionit apo të artefakteve kozmike mund të na udhëheqin drejt asaj të re. Skepticizmi është i shëndetshëm, por ai nuk është një armë për të mohuar nevojën për teori më të plota. Ai është një thirrje për rigorozitet dhe për shenja të matshme. Le të kthehemi pak tek pasojat e menjëhershme për kozmologjinë observacionale. Nëse faza inflacionare ka qenë reale, ajo duhet të ketë lënë gjurmë në shpërndarjen e rrezatimit të sfondit mikrovalor dhe në variacionet e temperaturës dhe në formimin e strukturave të mëdha. Fizikantët në observator dhe universitete, nga grupet e Planck Collaboration e deri te ekipet të ndryshme universitare, kanë kërkuar dhe matur këto shenja, dhe disa vëzhgjime mbështesin element të inflacionit, por ato nuk e dëshmojnë origjinën e plot të fazës inflacionare. Pra, në nivelin e të dhënave, ne kemi pista, por jo fakte përfundimtare që do të korrigjonin rrëfimin klasiko-kuantik përfundimisht. Dhe këtu nis një reflektim i rëndësishëm për një audiencë që pyet për rrezikun ekzistencial dhe për vendin e njerëzimit në kozmos. Nëse inflacioni nuk ka një vazhd të shpjegueshme në të kaluarën brenda relativitetit, atëherë vendodhja e underkori quot underkori, 4z underkori për Fermi paradoksin, nuk mund të përjashtohet duke u mbështetur vetëm në kosmologji klasike. Me pak fjalë, kufijtë që gjejmë në fizikën fundamentale na thonë se nuk mund të nxjerrim përfundime të sigurta për probabilitetin e formimit të jetës dhe civilizimeve, pa lidhur këto modele me biologjinë, me evolucionin teknologjik dhe me rreziqet gjithpasqyruese. Kjo nënvizon një ide kryesore. Kufijtë e teorive tona shkencore formojnë kufijtë e interpretimit ton historik. Një imazh i fortë për ta mbajtur është ky. Imagjinoni që po përpiqeni të lexoni librin e historisë së universit, por disa faqe të hershme janë shkruar në një gjuhë që nuk e njohi mende. Teorema klasike ju thot vetëm që ato faqe ekzistojnë dhe janë të panjohura. Inflacioni ju ofron fjalë të reja të pasqyruara më tej. Teoritë kuantike premtojnë fjallorin që mund t'i përktente ato faqe. Por derisa të kemi përktyesit e duhur, çdo histori që ngremë mbi ato faqe do të ketë një element pasigurie të pashmangshëm. Si i afrohemi tashmë këtij përkthimi? Dy rrugë kryesore ekzistojnë: kërkimi teorik i një kuadri të qëndrueshëm të gravitetit kuantik dhe kërkimi eksperimental i efekteve që këto kuadro parashikojnë, qoftë në shpërndarjen e materjes kozmike, qoftë në sinjale gravitacionale ose në karakteristika specifike të sfondit mbi mikrovalet. Kjo është arsyeja pse ekipet në universitete dhe laboratore bashkëpunojnë me teleskop dhe observator gravitacional si instrumentet e mëdha që duhen për të nxjerrë prova. Ata nuk po kërkojnë thjesht elegancë matematikore, por shenja që mund të maten. Kjo është kërkesa e shkencës. Hipoteza pa testim mbetet legjend. Pasojat për historinë e jetës inteligjente në univers janë të ndërlidhura dhe të hidhura. Nëse kufiri i klasikës dhe hyjnia e kuantike rezultojnë në një multivers me shumë bubullima themelore, atëherë shanset për civilizime të një lloji mund të ndryshojnë nga një buzë multiversit në tjetrën, duke shtuar pasiguri në çdo përpjekje për të vendosur vendodhjen e underkori. Underkori, quote, underkori, 4, 7, underkori. Nëse në anën tjetër kuadri kuantik synon një origjinë të vetme dhe të jashtëzakonshme, atëherë kjo mund t'i jap më shumë peshë hipotezës së rrallësisë bioteknologjike. Të dyja rrugët kërkojnë nga ne një qasje të përbashkët, ku fizik, biologji dhe teoritë e informacionit bashkohen. Dhe le të mos harrojmë se çdo këndvështrim filozofik ka kufijtë e tij. Menduesit si epistemologët dhe filozofët e shkencës na kujtojnë se një teori që zëvendëson një tjetër duhet të bëjë më shumë se të shpjegojë. Ajo duhet të parashikojë dhe të jetë e verifikueshme, të paktën në parim. Kur ne ngrem hipoteza për U, Q, U, O, T, E, underkori, 4, 8, underkori, ne duhet të kërkojmë mënyra reale për t'i bërë këto hipoteza provuese, ose përndryshe të jemi të qartë se mbajmë parashikime spekulative. Kjo është një thirrje për maturi shkencore dhe për larmin e metodave. Mendoni për momentin kur, në një laboratori, një rezultat i çuditshëm detyron një komitet të riprovimit dhe konfigurime alternative eksperimenti. Kështu duhet të sillet edhe kozmologjia ndaj çështjes së fillimit. Çdo pretendim i madh kërkon prova të mëdha dhe kritika të ashpra. Në të kundërt, rrëfimet e bukura por të pabazuara shërbejnë për argëtim,
jo për dieni të qëndrueshme. Kjo është arsyeja pse skepticizmi i arsyeshëm që bëm më përpara nuk është cinizëm, është vegjël e domosdoshme. Si përfundim të kësaj pjese, mos kërkoni një vendim përfundimtar. Ajo që kemi bërë këtu është të shtrim dritaren. Teoremat klasike tregojnë kufit, inflacioni ofron shpjegjime të fuqishme për karakterin e universit që shohim, dhe Bordguth-Vilenkin na detyrojnë të pranojmë se modeli klasik nuk mjafton për të rrëfyer fillimin. Pyetja e vërtet që mbetet nuk është vetëm kuote 14, por kuote 50. Dhe ndërsa e mbyllim këtë kapitull, mbani imazhin e çajnikut që gërmon për fillim. Ai na thot se historia jon kozmike është ende e paleçuar që pret një përkthyes kuantik. Në një laborator të vogël, midis dy pllakave të metalta të vendosura pranë njëra tjetrës, fizikanti Hendrik Casimir në 1948 parashikoi një forcë që vjen nga vetë vakumi. Forca që ai parashikoi në Philips Research Laboratories ishte e hollë dhe e papritur. Ajo tregoi se qëllimisht asgjëja nuk është bosh. Ky eksperiment tregon diçka themelore. Fushat kuantike sjellin efekte matshëm në shkallë të vogël, dhe ky lajm i vogël nga një tavolinë, eksperimenti do të ngjajë si jehon kur e çojmë pyetjen në skenën kozmike. Imagjinoni se ajo që quajmë asgjë është një sipërfaqe e ujit të qetë. Një val e vogël e lindur nga fluktuacionet thyhet dhe bëhet me matësi të dukshme. Kjo është metafora e vakumit kuantik. Por prap, kjo është një metaforë për të ilustruar. Nuk zvendëson llogaritjen. Dhe pikërisht ky transferim nga fluktuacionet mikroskopike te origjina makroskopike është ajo që lidh propozimet kozmologjike që do të shqyrtojmë tani. Në një skiç të vërtet të kozmologjisë kuantike, fizikantët James Hartle në Universitetin e Kalifornisë Santa Barbara dhe Stephen Hawking në Universitetin e Cambridge në 1913 propozuan një ide të guximshme. Funksionin e valës së universit që nuk kërkon një kufi kohor. Hartle dhe Hawking argumentuan në një mënyrë të re duke përdorur integrale mbi gjeometrit. Ata sugjeruan një rrugë ku koha imagjinare dhe gjeometria e qetë fshin singularitetin klasik. Është një propozim që shndërron pyetjen nga erdhi koha në pse duhet të kishte një skaj të kohës fare? Intuicia e modelit no boundary, pa kufi, është e thjesht në imazh. Mendoni për sipërfaqen e tokës. Nuk ka një skaj që ti thuash, këtu fillon toka. Hartle dhe Hawking konsideruan një kozmologji ku kuote 51 e universit është e rrumbullakosur dhe nuk shfaq një cep singular. Ata përdorën një transformim që fizikanet e quajnë kuote 52 për të bërë që historitë e mundshme të universit të jenë të lmuara dhe të mbyllura. Në këtë mënyrë, ato shmangin pikat ku ekuacionet klasike shkatërrohen. Por mos ngatërojmë metaforën me zgjidhjen e matematikës. Në terma të thjeshtë, Hartle dhe Hawking formuluan një integral ku secila gjeometri e mundshme jep një peshë në funksionin e valës universit. Shuma mbi këto histori, kuote 53, përcakton probabilitetin që një konfiguracion i caktuar klasik të shfaqet më pas si një univers që zgjeron. Kjo qasje përpiqet të jap një parashikim probabilist për vlerat filestare të fushave që do të drejtojnë inflacionin dhe strukturën kozmike. Tani një vëzhgim i dytë. Kjo nuk është magji. Versionet praktikisht të kësaj ideje kërkojnë përshtatje matematike dhe zgjedhje kontuare që nuk janë unike. Pra, kur Hartle dhe Hawking propozuan modelin e tyre në 1983, ata hëngrën një derë në një teren teknik. Por pragu i asaj dere u bë vend polemikash teknike që kërkojnë kujdes skeptik. Detajet e konturit të integrimit dhe trajtimi i masave mbeten të diskutueshme. Këtu hyn skepticizmi i nevojshëm. Për të qenë të qartë, no boundary ofron një rrëfim koherent që heq singularitetin klasik dhe ndryshon kushtet filjestare nga kuote 54 në kuote 55. Por problemi teknik është se integrali i rrugëve në gravitetin euklidial nuk është një objekt i mirë i përcaktuar në mënyrë jo ambigue. Zgjedhjet që bëjmë kur rregullojmë konturin në hapësirën komplekse mund të ndryshojnë rezultatin. Kjo do të thotë se përfundimet varen nga hapat matematik që ne ende nuk dim nëse janë të diktuara nga një teori më themelore e gravitetit kuantik. Tani kthehemi nga panoramika euklidiale te një skenar tjetër radikal, tunnelingu kozmik.
Alexander Vilenkin në Tufts University në 1982 propozoi një model që e sheh lindjen e universit si një akt tunelimi kuantik. Në vend që të kërkojë një gjeometri të mbyllur pa kufi, Vilenkin vendos një kusht dalës për funksionin e valës, në mënyrë që të përfshihen vetëm valët dalëse që përshkruajnë një univers që zgjeron. Kjo është një kusht matematikor që ka një imazh të fortë. Universit shkrihen nga zgjyja përmes një barierë kuantike, ashtu si një grimc mund të kalojë një pengesë që normalisht do ta ndalonte. Këtu hapet paralelizmi më i fuqishëm midis mikro dhe makro, dhe ky është një tjetër klon i çuditshëm i natyrës. Në prototipin mikroskopik, jo vetëm teoritë, por edhe eksperimenti na tregon tunelingun. Fizikanti Brian D. Josephson në Universitetin e Cambridge në 1962 parashikoi dhe kontribuoi në demonstrimin e efektit Josephson, ku çiftet Cooper tunelojnë përmes një izolatori duke dhënë një sinjal elektrik të matshëm. Josephson tregoi se efekti tuneling ishte jo vetëm një artefakt matematik, por një proces real që ndodh në makinë. Vilenkin transferoi këtë intuit. Nëse një grimc mund të dalë nga 1 metër i ndarë nga pengesa, pse të mos imagjinojmë një univers që del nga një kuantike e hapësirës hapësirë. Kjo analogji është e vimshme dhe e fuqishme në të njëjtën kohë. Në modelin e Vilenkin, valët e daljes përfaqësojnë universet që dalin nga asgjëja dhe fillojnë të zgjerohen me një ritëm që mund të çojë në inflacion të gjerë. Në terma probabilistik, ky kusht shpesh jep një favorizim të parametrave që nxisin inflacion të konsiderueshëm. Kjo është një kontrast teknik me disa interpretime të modelit no boundary që mund të favorizojnë më pak inflacion. Pra, dy mënyra të ndryshme të vendosjes së kufive në teorinë kuantike të universit prodhojnë peshime probabilistike të ndryshme për historitë e mundshme. Pyetja e menjëhershme: cili është i saktë? Përgjigjja shkencore është e rreptë dhe e hidhur. Ne nuk e dim. Ekziston një sër arsyesh teknike dhe empirike. Së pari, të dy modelet funksionojnë kryesisht brenda një qasjeje ku graviteti trajtohet në mënyrë quasi klasike dhe vetëm disa grad lirie trajtohen kuantikisht. Kjo është një përshtatje e detyrueshme, sepse një formulimi plot i gravitetit kuantik nuk është ende konsensual në komunitetin shkencor. Së dyti, zgjedhjet e parametrave të potencialeve të inflacionit dhe mënyra se si ne trajtojmë zhurmën kuantike përcaktojnë rezultatet. Në praktik, këto zgjedhje janë të varura nga detajet e llojit të fushës dhe nga vetë struktura e teorisë. Le të ngrejmë presionin e analizës. Çfarë saktësisht shpjegojnë këto modele dhe çfarë lënë të hapur? Të dy propozimet synojnë të japin një origin story që shmang singularitetin klasik dhe ofron një bazë probabilistike për kushtet fillestare të universit. Për shembull, pse kushtet fillestare janë afër homogjene dhe pse ka një kohë ku termodinamikisht gjithçka duket e ardhur nga një gjendje me entropi relativisht të ulët. Ato përpiqen gjithashtu të justifikojnë pse inflacioni mund të fillojë nga kushtet themelore dhe si valët kuantike që lindin gjatë inflacionit mund të jenë burimi i strukturës së parë kozmoses. Megjithatë, një listë e gjatë e hapësirave të pabutuara mbetet. Asnjë nga modelet nuk jep përgjigjen e pakundërshtueshme për pse vlera e konstantës kosmologjike është ajo që ne masim. Asnjëra nuk paraqet një zgjidhje të qartë për problemin e matjes së vëzhguesit, do me thënë mënyrën se si pranësia jonë si vëzhgues përcakton çfarë lloj të universit jemi të aftë të vëzhgojmë. E rëndësishme, asnjëra nuk është plotësisht e pavarur nga supozimet mbi potencialet e fushave të brendshme dhe nga legjislacionet që ne nuk i kemi testuar në kushte laboratorike. Nga ana matematike ekzistojnë kritika të ashpra. Integrali euklidial i Hartle dhe Hawking kërkon zgjedhje komplekse për konturin. Kritik në komunitet kanë theksuar se rezultati varet nga zgjedhja e konturit dhe nga mënyra e rregullimit të divergencave. Nga ana tjetër, modeli i Vilenkin kërkon një kusht dalës që siguron e larmishme, por interpretimi i probabilitetit nga kjo valë nuk është i njëpasnjëshëm pa një kornizë të qartë matëse për universitet shumë të ndryshme. Ekziston edhe çështja e dekoherencës dhe lindjes së klasikës. Të dy propozimet kërkojnë mekanizma që shpjegojnë si faza kuantike dhe mbetet një histori klasike. Studimet nga grupe të ndryshme kanë treguar se kjo dekoherencë është e mundur në parim, por detajet janë delikate dhe përsëri variojnë sipas supozimeve. Le të flasim për testueshmërinë reale. A ka shenja që mund t'i shohim në CMB, në valët gravitacionale,
ose në strukturën e shkallëzuar të universit, që do të dalin si preferencë e një modeli mbi tjetrin? Përgjigja është potencialisht po, por në praktik shumë e vështirë. Disa punime të mëvonshme nga grupet e Hartle dhe bashkautorëve sugjeruan se një version i no boundary mund të jap preferenca për lloje të caktuara të inflacionit që ndikojnë në indeksin spektorial të perturbacioneve, por këto parashikime varen fuqishëm nga zgjedhjet e potencialit dhe nga mënyra se si ne zgjidhim problemin e masës. Një problem kyç tjetër është ai i masës kozmologjike. Kur krahasoni probabilitetet për universitet e ndryshme, si peshohet një univers i madh me një ushtrim inflacioni të gjatë kundrejt një universi të vogël? Pa një parim të qartë mase, krahasimet dalin jo kushtetuese. Kjo është një themel i debatit. Pa një mas të pranuar gjerësisht, thënia që modeli favorizon më shumë inflacion mbetet një sugjerim, jo një provë. Le të kthehemi tek metafora për t'i dhënë dëgjuesit një ankth ekzistencial të kontrolluar. Hartle-Hawking përpiqet të zhduk skajin. Vilenkin thot se universi kalon pengesën dhe të dy zgjidhjet marrin mjetet e mekanikës kuantike për të bërë një histori të mundshme. Imagjinoni një kuti të mbyllur. Hartle-Hawking e bën kutin një sferë të plot pa cepa. Vilenkin e sheh kutin si një mur, ku një grinc her pas here tunelon. Në të dyja rastet, ajo që ka rëndësi nuk është thjesht imazhi, por se si ne lidhim imazhin me matjen dhe me përmbajtjen empirike. Dhe tani një pikasie tjetër e rëndësishme, skepticizmi. Pa një teori të plot të gravitetit kuantik, integralet e rrugëve dhe kushtet e daljes që ne përdorim janë ndërhyrje të arsyeshme, por të paqëndrueshme. Dalimi midis asaj që është matematikisht komod dhe asaj që është fizikisht i detyruar është jashtëzakonisht i rëndësishëm. Nëse një ditë zbulohet një formulim i unifikuar nga një teori themelore apo një formulim i qartë të gravitetit kuantik, për shembull përmes loop quantum gravity, atëherë shumë nga vendimet e sotme kontuare do të bëhen të panevojshme. Pra, ku na lë kjo pjesë e rrëfimit? Hartle dhe Hawking na japin një mënyrë për të shmangur singularitetin duke mbyllur historinë. Alexander Vilenkin na jep një analogji të fuqishme me tunneling që flet për mënyrën se si universitet mund të dalim nga asgjëja. Të dy përpiqen të kthejnë pyetjen e fillimit nga një mister absolut në një problem probabilistik të zgjidhshëm. Por asnjëra nuk është, për momentin, një vulë e pakontestueshme empirike. Secila varet nga zgjedhjet teknike, nga përlikimet ese maslikate, dhe nga mungesa e një kornize të plot të gravitetit kuantik. Më e rëndësishmja për ju që po dëgjoni tani është kjo. Këto modele ndryshojnë mënyrën se si ne konceptojmë fillimin. Ato transformojnë një pyetje metafizike në një laborator të mundshëm të hipotezave. Por që laboratorit të dhënave kozmike të bëjë gjyq, duhet të kemi instrumentet e duhura dhe një teori që i bashkon ato instrumente me matematikën në mënyrë të palkundur. Dhe këtu lind pyetja që na çon përpara. Çfarë dëshpërimi dhe çfarë projeksioni teorik do të pranojmë si provë për njërin ose tjetrin model dhe cilat eksperimente do t'i bëjnë këto zgjedhje më pak arbitrare? E ardhmja kërkon kombinimin e tre gjërave. Përparime eksperimentale të ndjeshme në astronomi dhe në laborator të lidhur me vakumin kuantik, një përparim të qartë në kuptimin e gravitetit kuantik dhe një disiplinë të rrept të zgjedhjeve matematike që të bëjnë integrale dhe kushtet të jenë të kuptueshme dhe të pakundërshtueshme. Por për momentin, kur mbyllim këtë copë rrëfimi, ruajeni imazhin e sipërfaqes së tokës pas kaj dhe atë të grimcës që tunelon në errësirë. Të dy shërbejnë si kujtesë se natyra her pas here përdor të njëjtat njete, valë dhe probabilitete për të ndërtuar botën nga të papriturat. Dhe pyetja që mbetet ngritur si një dritë që nuk e dim nëse duhet ta ndezim ose ta fshim është: nëse teoritë e lindjes kuantike janë të vërteta, cilat janë kushtet e zakonshme dhe cilat janë rastet e jashtëzakonshme që do të na tregojnë se rrëfimi ynë kozmik është i tillë apo tjetër? Imagjinoni një pyll të errët dhe brenda tij një qiri që digjet ngadalë duke hedhur hije të gjata. Pastaj shpejtoni kohën prapa dhe zgjerojeni pamjen. Pylli shndërrohet në një galaktik, galaktika në mijëra universitete dhe universitet në një oqean pafund mundësish. Pyetja që do të na shqetësojë në këtë copë rrëfimi është numerike dhe e pamshirshme.
Nëse ekzistojnë 1.000.000 kopje të realitetit ton në këto oqean, Cili është probabiliteti që ju, lehtësuesi, jeni _quote _59_ dhe jo një anomalie e rrallë. Kjo vizualizimi rikthen temën e mëparshme drejt një pikë ku matematika dhe intuicioni bien në ndesh. Modelimet e inflacionit të përhershëm prodhojnë vale të pafund hapësirash ku çdo variant i mundshëm mund të duket i realizuar, por ato vale nuk ju japin një mënyrë të qartë për të krahasuar frekuencat. Është si të krahasoni numrin e biletave të një lotarie pa ditur nëse lotaria përfundon ndonjëherë. Dhe këtu lind problemi i masës. Pa një rregull të fortë për të numëruar, çdo përfundim statistik është arbitrar. Në terminologjinë e fizikës, kjo quhet problemi i masës në inflacionin e përhershëm. Andrej Linde në Universitetin e Stanford në vitin 1994 dhe Andrej Vilenkin në Tufts University në vitin 1997 ishin disa nga të parët që vunë re se hapësira që prodhon _quote _60_ e universiteteve është e pafund. Dhe kjo pafundësi e bën raportimin e probabiliteteve të pasakt nëse nuk zgjidhet me kujdes. Më thjesht, kur keni pafundësi, raporti 2:3 nuk ka kuptim, derisa të vendosni se çfarë pjesë të pafundësisë po krahasoni. Të mendoni për masën si për një prerje filmi ndihmon. Nëse ju prer filmin në çdo momentin e kohës, rezultatet për shkak të prapambetjeve dhe tingujve do të ndryshojnë drastikisht. Kjo është ajo që ndodh me undercore. QUOTE. Undercore. 61. Undercore në kozmologji. Mënyra se si ndërpritet lehtësisht e pafundmja përcakton përgjigjen. Disa prerje japin përparësi ngjarjeve të reja, të tjerat i lënë të dukshme më shumë ngjarje të vjetra dhe çdo zgjedhje e tillë ndryshon probabilitetet që ne nxjerrim. Një nga prerjet më naive është prerja në UQUOTE 62 të një vëzhguesi. Kjo metodë e diskutuar qartë nga Alexander Vilenkin në Tufts University në vitet 90 tenton të numërojë gjithçka që ndodh deri në një kohë të caktuar dhe pastaj të llogarisë raportet. Por kjo sjell paradoksin e UQUOTE 63. Rezultatet duken si nëse shumica e vëzhguesve duhet të jenë të rinj emocionalisht dhe koha mesatare e tyre të jetë tepër e shkurtër. Në praktik, metoda e kohës së duhur jep parashikime që bien ndesh me zavendimtarët tanë intuitiv të probabilitetit. Për të shmangur këto abuzime të prerjeve, fizikanë si Jaume Garriga në Universitat Pompeu Fabra në vitin 1999 dhe Andrej Linde propozuan alternativa si prerja sipas faktor skales ose prerja e dritës së kones. Këto janë më të sofistikuara. Ato tentojnë të mbajnë një njohje të asaj që quhet _quote _64_ me zonave që zjerohen me ritme të ndryshme, por asnjëra nuk është universalisht e pranuar për shkak të ndjeshmërisë ndaj parametrave të vogla. Është si të ndryshoni rregullat e lojës në mes të shortit dhe pastaj të drejtoni ankthin për fituesin. Dhe pse kjo shqetëson fermi paradoksin dhe pillin e errët? Sepse pa një mas të mirë, të gjitha përpjekjet për të thënë bëhen të paarsyeshme. Një model që lejon me lehtësi pafundësi mund të thotë se çdo gjë ndodh pafundësisht shpesh, duke bërë çdo parashikim trivial dhe pa fuqi shpjeguese. Nuk ka dallim midis hipotezës kuote 66 dhe kuote 67, nëse të dyja mund të numërohen si të pafundme në mënyra të ndryshme. Këtu hyjnë edhe trupat problematik të teorive. Emocionet filozofike të pafundësisë. Max Tegmark në Massachusetts Institute of Technology në vitin 2003 e formalizoi një taksonomi të multiversit, por ai paralajmëronte se nivelet e pafundësive kërkojnë një emërti të ri. _quote _68_ që vendos se cilat ngjarje janë relevante për një vëzhgues. Pa këtë rregull, multiversi bëhet një mask mute. Ai përmban gjithçka, por nuk u thot asgjë, për shpresat dhe frikën e një qytetrimi që kërkon shenja. Kjo është ura që na çon tek një test i hedhur fort. Boltzmann-Mengjet. Ludwig Boltzmann në Universitetin e Vjenës në fund të dekadave të 1800-ave argumentoi për shpjegje probabilistike të rendit termodinamik duke pranuar luhatje të rastësishme. Shekulli e 20 solli përdorimin e kësaj intuici në kozmologji,
Ku dikush propozoi se në një univers shumë të madh, mendje të plota mund të dalin nga rreshtimet termike rasore. Këto krijesa të vetëdijshme, të quajtura _quote_69_, janë prova litmus për brishtësinë e çdo mase kozmologjike. Don N. Page në University of Alberta në vitin 2006 ngriti zërin për këtë problem me ftohtësi analitike. Ai vërejti se nëse një model kozmologjik favorizon fazat e mvonshme ku luhatjet termike janë më të shpeshta, atëherë merrni shumë më tepër vëzhgues të lindur nga luhatjet sesa nga evolucioni i rregullt. Kjo do të bënte që ne të jemi me shumë probabilitet Boltzmann-mendje. Dhe kjo, thot Page, është një kontradikt me të vënat tona për kohën verendin ku jetojmë. Kjo është një sens ku një model pëson një test falsifikues brenda vetes. Ai parashikon që ne duhet të jemi përvojë të rastësishme dhe ne nuk jemi. Sean Carroll në California Institute of Technology në vitin 2007 diskutoi këtë në terma të intuitës modern. Një model i mirë duhet të parashikojë se shumica e vëzhguesve janë të ngjashëm me ne. Nëse modeli nuk ja del, atëherë ai është i gabuar ose i papërdorshëm. Kjo nuk është vetëm një ankesë filozofike, por një standard për koherencë të brendshme që kërkon që probabilitetet e brendshme të mos çojnë në një përqendrim të popullsisë së vëzhguesve në forma absurd. Pra, Boltzmann-mendjet nuk janë vetëm një kuriozitet, ato janë një betejë për validitetin e modelit. Le të shpjegojmë metaforikisht. Imagjinoni një bibliotek pa rregull. Nëse librat e rralla janë më të shumtë se librat e botuar, atëherë një lexues i rastësishëm gjen më shpesh falsifikime sesa vepra të besueshme. Kjo do të thotë që bibliotek nuk është funksionale për dijen. Po ashtu, një multivers ku dëshmit janë kryesisht përvoja të rastësishme nuk na lejon të nxjerrim ligje shkencore. Këtu futet edhe ideja e preferencës temporale. Disa masa i japin peshë të madhe rajoneve të reja të hapësirës që lindin gjatë inflacionit. Robin Hanson në vitin 1998 dhe Nick Bostrom në Universitetin e Oxfordit në vitin 2013 vunë në pa se këto preferenca mund të mbingarkojnë regjistrin me vëzhgues të pazakonshëm në raste ku _quote_70_ mendohet të vazhdoj pafundësisht. Çdo mas që favorizon kopjet e vonshme i jep rëndësi të pabesueshme Boltzmann-mendjeve. Kështu, problemi i mases dhe paradoksi i Boltzmann-mendjeve bashkohen në një presion të fortë metodologjik. Nëse nuk zgjidhni masën me kriterë që përjashtojnë dominimin e përvojave të rastësishme, çdo tregues i avancimit të civilizimeve bëhet i paqartë. Kjo e kthem pyetjen tonë fillestare në një sfidë. Si të dizajnojmë një masë që reflekton atë që do të presim si vëzhgues normal? Kjo nuk është një përpjekje teknike e vogël. Ajo kërkon filozofi të numrave dhe parime që lidhen me perceptimin ton të realitetit. Një nga reflektimet e dhimbshme është se pafundësia e variantëve nuk është shpjegim. Michael Hart në University of Illinois në vitin 1975 dhe Frank J. Tipler në Universitetin e Rice në vitin 1910 e argumentuan se mungesa e vizitave tona në tokë tregohet nga faktorë që nuk lidhen me vetëm numrin e variantëve. Ky duhet të jetë një tregues se një quote 71 i madh pengon përparimin në forma të dukshme. Pra, të thuash quote 72 nuk zgjidh misterin. Ai vetëm e shpërndan atë në pafundësi të pakuptueshme. Le të përdorim një metaforë të thjeshtë. Një bibliotek ku çdo libër është i pranishëm sërish dhe sërish. Nëse çdo histori përsëritet pafundësisht, kjo nuk na shpjegon pse një histori e veçantë duket koherente dhe e qëndrueshme. Ne ende duam një shpjegim përse rrjedha e tregimeve është ajo që është. Një listë e pafunde kopjeve nuk është një shpjegim shkencor. Ajo është një refugjim në mënyrë kognitive. Kjo sjell pasojat praktike për kërkimin dhe për vendimarrjen tonë. Nëse ne pranojmë një multivers pa një masë të qëndrueshme, atëherë çdo provë astronomike për civilizime të huaja humbet peshën e saj si provë falsifikuese. 1_quote_73_ Sinjali regjistruar në Ohio State University, Big Ear, në vitin 1977, do të ishte i pamjaftueshëm për të ndryshuar modën universale, nëse çdo sinjal mund të gjenerohej diku në një kopje tjetër me peshë të barabartë.
Kështu, ne duhet të kërkojmë masa që ruajnë fuqinë falsifikuese të vëzhgjimeve tona. Shkenca ka propozime jo të përsosur, por të matshme. Një rrugë është të kërkojmë ligje fundamentale që kufizojnë diversitetin e mundshëm të fizijes në _quote 74 e multiversit. Michael Douglas në Harvard në shekullin e 21. E alternativat të tjera të tilla nuk janë thjesht fantazi, por përpjekje për të bërë multiversin të flasë. Nëse zbulojmë se parametrat fizik janë të varur nga struktura fundamentale, në vend që të jenë tërësisht rastësor, atëherë masa bëhet më e thjeshtë dhe parashikimet rikthehen në fuqi. Por kjo na rikthen tek pjesa që na intereson. Pse UQUOTE 75 nuk zgjidh asgjë? Sepse statistikat janë të pavlera, pa një kornizë që përcakton se kush llogaritet dhe si. Në mungesë të kësaj kornize, numri i kopjeve është përfytyrim, jo shpjegim. Në mënyrë thelbësore, problemi i masës është problemi i besueshmërisë së multiversit, si teori shkencore. Një teori që nuk ofron mjete për të bërë parashikime që mund të hidhen poshtë me të dhëna reale, humbet rolin e saj si teori empirike. Ajo bëhet një katalog filozofik me mundësi të bukura, por të pakontrollueshme. Kjo është arsyeja pse puna për masat është më shumë se matematikë teknike. Ajo është mbrojtje e vetë mekanikës shkencore. Dhe Boltzmann mendjet na rikujtojnë një thënie të së vërtetës. Çdo model i madh duhet të përballë testin e UQUOTE 76. Nëse shumica e vëzhguesve në modelin tuaj do të ishin qenie me përvoja krejtësisht të ndryshme nga ato që shohim, atëherë modeli është i çuditshëm në mënyrë fundamental. Kjo është një mënyrë rigoroze për të thënë se jo çdo matematikë e bukur është një teori e mirë. Këto luftra logjike nuk janë abstrakte. Ato përcaktojnë se si do të interpretojmë çdo sinjal të ardhshëm nga hapësira. Nëse flotat tona radioteleskopik gjejnë një strukturë infra të kuqe që sugjeron ndërtim të teknologjive masive, do të duhet të kemi një kornizë masash që na lejon të thuajmë me siguri se sa e pazakont është ajo zbulim. Pa të, zbulimi mund të jetë thjesht një pikë në oqeanin pafund të mundësive, dhe ne do të kishim humbur mundësinë për të nxjerrë mësime. E megjithatë, përparimi është i mundur. Studimet e kombinimit të astrofizikës me parimet statistike dhe me reflektime filozofike të evidentuara në punimet e Steven Webb në vitin 2002 në Universitetin e Durham dhe Milan Ćirković në Universitetin e Beogradit në vitin 2018, tregojnë se një kombinim disiplinash mund të prodhojë masa që janë më pak arbitrare dhe më të testueshme. Këto nuk janë zgjidhje magjike, por rrugë të qarta punuese. Dhe ndërsa ne përgatisim detektoret, ndërkemi nevojë të ruajmë një standard. Çdo masë që propozojmë duhet të refuzojë dominimin e Boltzmann mendjeve dhe të lejojë që zbulimet tona të jenë falsifikuese. Kjo është një kërkesë racionale dhe empirike, jo një preferencë estetike. Ajo ruan që shkenca të mbetet instrument i provës dhe jo një biblioteke pafund mundësish. Nëse nuk e mbajmë këtë standard, teoria nuk do të na ndihmojë të kuptojmë pse pylli është kaq i errët. Në fund të kësaj pjese, mbetet së paku një pamje që duhet t'ju ndjek përpara. Imagjinoni përsëri pyllin që ndez një qiri, por tani me një rregull të qartë se si të numërojmë dritat në pyll. Kjo rregull ndryshon të gjithë historinë dhe bën dalimin mes një zjarri të sigurt dhe një oborti të trishtuar të mallkuar. Përpara nesh qëndron detyra e asaj rregulli, dhe pyetja se si ta gjejmë atë është ajo që i jep këtij rrëfimi ritëm dhe urgjencë. Einstein vendosi një term në ekuacionet e tij që quhej konstanta kosmologjike dhe më vonë e quajti atë një gabim të madh. Ky është paradoksi i autoritetit. Babai një zbulimi e hodhi poshtë, por vetë kozmologjia moderne e ringjalli atë si një nga misteret më të rënda. Përballë këtij kontrasti, pyetja bëhet më e thjeshtë dhe më e dhimbshme. Kur doherë që një autoritet i madh ndryshon mendim, a duhet t'i besojmë intuitës së tij apo të ndjekim dritën që vijnë të tjerët? Drita erdhi në një mënyrë që dukej e pabesueshme. Në vitin 1998, fizikani Saul Perlmutter nga Lawrence Berkeley National Laboratory dhe ekipi i tij, së bashku me Adam Rees nga Space Telescope Science Institute dhe Brian Schmidt nga Australian National University, publikuan matje të supernovave tip Big, që treguan se universi po përshpejtonte zgjerimin e tij. Kjo zbulim ndryshoi narrativen.
Nuanca e vjetër e Einsteinit nuk ishte thjesht një luks matematikor, por një përbërës me ndikim të madh fizik. Por pyetja e vërtet që shkoi pas ishte: çfarë është kjo energji që i jep universit shpejtësi? Në terma të thjesht, supernovat tip Big funksionojnë si qirin standard në një natë pare. Fizikantët i matën errësirat dhe nga këto matje arritën në përfundimin se hapësira vet po shpejton. Por pritni, dhe këtu fillon pika çuditëse. Teoria e fushave kuantike, e studiuar në laboratore dhe departamente si Instituti i Teknologjisë së Massachusetts, parashikon që vakumi duhet të ketë një energji të pamatshme. Vlerësimi i energjisë së vakumit sipas mekanikës kuantike rezulton të jetë shumë më i madh se ajo që lejon zgjerimi i vëzhguar i universit. Imagjinoni një tas çaj bosh dhe dy njerëz që vlerësojnë peshën e tasit pa u peshuar. Njeri pretendon se tasin e mbush me një mal çaj. Tjetri thot se është hapësirë boshatisur. Ky dallim absurd pasqyron atë që njihet si problemi konstantës kosmologjike. Fizikanti Steven Weinberg në vitin 1989 nga University of Texas at Austin përmbledh shqetësimin. Pse vakumi që llogaritet nga ligjet tona është kaq ndryshe nga vakumi që vëzhgojmë në qiell? Masa e problemit është ajo që shkakton dhimbje reale. Kur teoricienët kërkojnë të llogarisin energjinë e vakumit, numrat dalin të qenit astronomikisht të mdenj. Dhe kur astronomët matin shpejtësinë e zgjerimit, numri i vëzhguar është shumë i vogël. Në terma moral të fizikës, kjo nuk është thjesht një gabim me 1 apo 2 pikë përqindjeje. Kjo është një mospërputhje që kërkon një ndryshim radikal në mënyrën se si ne lidhim teoritë tona më të vlefshme. Kjo është një kufi i ligjeve tona. Vendi ku mekanika kuantike takon gravitetin, dhe ata nuk flasin të njëjtën gjuhë. Vizatimi i këtij konflikti u bë më i qartë kur misionet satelitore ndërmorën një matje të imazhit të paqartë të universit. NASA me sondën WMAP në vitin 2003 dhe Agjencia Hapësinore Evropiane me misionin Planck në vitin 2013 dhanë një pamje të sacive relative të materjes, zhezatimit dhe një fare _quote_77_, që kompozonte shumicën e përbërjes së universit. Ekipet e këtyre misioneve punuan në Princeton University dhe në qendra kryesore evropiane, dhe të dhënat e tyre artikuluan një realitet të qartë. Për të shpjeguar vëzhgjimet, ne kemi nevojë për një komponent që vepron si një energji e qëndrueshme me presion negativ. Kjo energji quhet zakonisht _quote_78_ ose simbolikisht lambda, konstanta e Einsteinit. Por çfarë do të thotë kjo në terma më familjar? Mendoni për një balon që fryhet dhe vazhdon të fryhet pa ndalur. Lambda është diçka në vetë balonën që shtyn dhëmbët e qepjes drejt jashtë. Nuk është një lëndë që mund ta prekim, por është një pronë e vetë hapësirës. Shumica e analizave të WMAP dhe Planck treguan se parametrat që përshkruajnë këtë janë shumë pranë asaj që do të pritej nga një konstant kozmologjike e thjeshtë. Dhe këtu fillon kufiri i ligjeve. Teoria e fushave kuantike llogarit energjinë e vakumit duke numëruar të gjitha lëkundjet e fushave në çdo shkallë hapësinore dhe kohore. Kjo metodë punon mrekullisht mirë kur shpjegon fenomenet në laborator, si në CERN ose në Stanford Linear Accelerator Center. Por kur e zgjerojmë të njëjtën logjik deri në shkallën e përbërjes së vetë hapësirës, rezultati është jashtë çdo përfytyrimi praktik. Ne përbalemi me një mur. Mënyra jone llogaritjes thotë se hapësira duhet të jetë shumë më e ashpër se që e shohim. Profesorët që merren me këto probleme nuk e konsiderojnë këtë _quote_te diet_. Për Paul Steinhardt, në vitet të fundmit të 1980 dhe në njohjet e tij në Princeton University, natyra e kësaj mos konsistencei kërkon shpjegime të reja. Ndoshta një fushë dinamike që ndryshon me kohën, ndoshta një ligj i ri gravitacional, ose ndoshta një mekanizëm të fshehur që anashkallon për llogaritjen e vakumit. Shumë nga propozimet që shohim në literaturë janë të rindërtuara në këtë pikëdhënëse mes autoritetit dhe kufirit. Le të rendisim kategoritë që vërtet diskutohen dhe t'i ndajmë nga spekulimet që shpërthejnë në internet. Në kategorinë e parë, më seriozët, konstantja kosmologjike si një vlerë vakumi e qëndrueshme.
Modelin e Quintessence, një fushë skalare dinamike që u propozua në punimet e B. Ratra dhe P. Peebles në 1988 dhe që ka pasur jehon në universitete si University of Chicago dhe Princeton, dhe modifikimet e relativitetit të përgjithshëm, përfshirë modelet e quajtura FR, të marra seriozisht në qendra si Cambridge dhe University of Oxford. Këto janë instrumente që mund të provohen drejt për drejt në mënyra që satelitët dhe teleskopët mund të godasin. Në kategorinë qendrore të spekulimeve, renditen idetë që kërkojnë supozime jashtë mundësive të provave të tanishme. Peizazhi i pafund i multiversit të propozuesve të teorisë së fijeve, ku Leonard Susskind në vitin 1993 nga Stanford University argumentoi për një landscape me shumë bakume të mundshme. Apo hipoteza se civilizime teknologjike shkaktojnë mbishkatërime kozmike që shfaqen si mungese sinjaleve. Këto ide janë tërheqëse për imagjinatën, por përsa kohë që nuk kemi mënyrë të matshme për të bërë parashikime që mund të falsifikohen, ato qëndrojnë më shumë si mënyra të menduari sesa si shkencë vërtet. Një vizualizim i thjesht për të ndarë realitetin e mundësive vjen nga analogjia me një loj detektivi. Nëse ju gjeni këpuc pra një dritareje të thyera, ekziston një mori hipotezash. Dikush ka ikur, dikush ka rënë, një erë fort, ndoshta një grabitës. Sekuenca e parë që duhet të bëni si shkencëtar është të formalizoni hipotezat që mund të provoni me prova të reja. Të pamarrë në intervalet e kohës, të afishuar me udhëzime që satelitët mund t'i kryejnë. Kjo është arsyeja pse misionet si Dark Energy Survey dhe projekti i ardhshëm Euclid i Agjencisë Hapësinore Evropiane janë kaq thelbësore. Ata nuk do të hedhin dritë mbi metafizikën, por do të testojnë parashikimet që ndajmë. Pse shkallët e ndryshme të numrave janë kaq traumatike për fizikën? Sepse natyra na ka mësuar të respektojmë hierarkitë. Kur një teori e re kërkon të rregullojë parametra me përshtatje të jashtëzakonshme, ne shqetësohemi për UQUOTE në 93. Supozoni që duhet të balanconi një baraspesh në një numër me 120 shifra paspresjes. Çdo zhurmë e vogël do ta shkatronte atë baraspesh. Dihet si problemi naturalitetit. Një llogaritje nuk duhet të kërkojë rafinime të tejskajshme për të shpjeguar një realitet normal. Pse ky universal kërkon një rregullim kaq të hollë? Kjo pyetje nuk është vetëm estetik, është tregues i një mungese themelore në kuptimin ton. Shumë zgjidhje teknike janë propozuar për të larguar nevojën për një përshtatje të përkryer. Supersimetria ishte një prej tyre. Në punimet e shumë fizikantëve në 1910-ta dhe në laborator si CERN, teoria parashikonte partner të rinj që mund të anullojnë kontributet e mëdha të vakumit. Por të dhënat e tanishme nga eksperimentet e energjisë së lartë kanë ngushtuar hapësirën e mundësive për këtë mekanizëm. Kjo nuk do të thotë se ideja është e vdekur, por ajo ka humbur shumë nga eleganca e saj origjinale në dritën e matjeve kubike. Një tjetër qasje që merret seriozisht është se konstanta nuk është e përhershme. Në modelin e Quintessence, ajo ndryshon me kohën si një lëkundje ngadalt e një fushe që përhapet dhe qetësohet. Kjo është një ide që ishte promovuar nga fizikantë si B. Ratra dhe P. Peebles në vitin 1988 dhe që e bën testueshmërinë e saj të duket më realist. Ne mund të kërkojmë ndryshime subtile në mënyrën se si galaktikat përhapen me kohën. Kjo zgjidhje është e guximshme, por kërkon që natyra të ketë zgjedhur një fushë të re me parametrat e duhur. Në anën tjetër, hipoteza që zgjidh problemin duke ndryshuar gravitetin vet, për shembull në modele të Dvali-Gabadadze-Porrati të vitit 1999 dhe mëtej, përpiqet të ruajë energjinë e vakumit prej llogaritjeve të mëdha, duke ndryshuar mënyrën se si hapësira përgjigjet ndaj materjes. Këto modele kanë pasur sukses në disa pika, por shpesh ngatotojnë parashikime të tjera të teorisë së përgjithshme të relativitetit, që ne kemi verifikuar me saktësi në sistemin diellor dhe në pulsarët binar. Në këtë mënyrë, provat e reja janë edhe gjikatës edhe torturues për modelet. Ne duhet të ruajmë një dallim të qartë midis asaj që është logjikisht e mundshme dhe asaj që është shkencërisht e provueshme. Multiversi i propozuar nga zërat e teorisë së fijeve dhe nga Leonard Susskind në vitin 1993 nga Stanford University është një shembull median i këtij tensioni. Ai zgjidh mënyrën e fiksimit të konstantës, duke thënë se ekzistojnë shumë universi me vlera të ndryshme dhe ne jetojmë në një prej atyre ku vlera është e përshtatshme për jetën. Kjo është një zgjidhje që rrallë ofron parashikime të reja që mund të provohen në laborator.
Ajo lë shkencën me një rrugë të ngushtë për t'u ndjekur. Dhe megjithatë, nuk duhet të përjashtojmë filozofinë nga loja. Steven Weinberg, në vitin 1989 nga University of Texas at Austin, përdori një argument antropik për të vendosur një kufi të lartë për konstantën kosmologjike, duke treguar se shpërndarja e mundshme e vlerave do të filtronte shumë universia pa jetë. Kjo qasje nuk kthen matematikën në një orë dore, por na kërkon të pranojmë se vetë prania jon është një lloj provë selektive. Kjo është një pikë që ngjall debate të nxehta në dhomat e kolokviumeve dhe kafeneve të universiteteve. Për t'u rikthyer te hapat konkret, çfarë mund të bëjmë si observator? Matjet e ekuacionit të shtypit të energjisë relative, e cila zakonisht përshkruhet me një parametrin që quhet W, kanë treguar se vlera duket shumë pranë -1. Kjo do të thotë që modeli i thjeshtë i konstantës kosmologjike është ende një kandidat shumë i fortë. Matjet e Planck në vitin 2013 dhe vlerësimet e mëtejshme nga sondat e supernovave treguan se W është afër -1 me gabim relativ prej disa përqind. Kjo nuk mbyll debatet, por kufizon peizazhin e mundësive. Imagjinoni të shnoni në një hartë të mundësive ligjore një zonë të vogël të lejuar nga observacionet. Çdo hipotezë serioze duhet të bjerë brenda kësaj zone, dhe çdo propozim që e vendos veten jashtë saj humbet shumë nga kredencialet vet. Kjo është arsyeja pse misionet e ardhshme, si Rubin Observatori me servejin e tij të universit dhe misionet hapësinore që do të matin galaktikat në infra të kuqe, janë aq jetike. Ato do të ngushtojnë zonën e mundësive dhe do të kualifikojnë ose diskualifikojnë shumë nga propozimet aktuale. Në këtë pikë, duhet të bëjmë dallimin midis provës empirike dhe nevojës njerëzore për të krijuar narrativ. Hipoteza se ekziston një mekanizëm i fshehtë që eliminon civilizimet e tjera për të ardhur në një, është një metaforë që ndihmon të kuptojmë rreziqet social-psikologjike, por nuk zgjidh problemin matematiko-fizik të konstantës. Ligjet tona fizike duhet të përballojnë provën e astronomisë, dhe përballja është e pamëshirshme. Ne nuk mund të paguajmë me imazhe të bukura kur duhet të shkojmë pas numrave. Dhe megjithatë, lidhja midis këtyre bloqeve, mendimi është e thellë. Nëse natyra kërkon një rregullim të jashtëzakonshëm nga pikpamja matematikore, atëherë ndoshta ka një arsye kozmike pse universitet që i mbijetojnë këtij rregullimi janë të rralla. Kjo është një urë që lidh fizikën me filozofinë dhe na bën të rikthehemi te pyetja e madhe që na nisi. A jemi të vetmi që ndezim dritën në pillin e errët? Në terma fizik, pyetja e ngushtë është: a është mungesa e dritës një shenjë e një principi kozmik që na bën të pazakont, apo thjesht rezultati i fatit statistik dhe kufizimeve të matjes son? Çdo rrugë që zgjedhim ka kosto. Nëse pranojmë zgjidhje antropike, humbasim shumicën e shpresës për të nxjerrë një ligj të ri që mund të parashikojmë më shumë se sa një kufi. Nëse kërkojmë një mekanizëm fizik të ri, ne duhet të jemi të përgatitur për të përballuar një revolucion konceptual që do të ndryshojë mënyrën se si e lidhim kuantumin me gravitetin. Kjo është pika ku kufiri i ligjeve transformohet në një zgjedhje strategjike. Të vazhdojmë të presim sinjale të mëtejshme nga objekti, ose të ndërtojmë koke të reja teorike dhe eksperimentale që mund t'i detyrojnë ligjet të flasin. Dhe ka një mënyrë praktike për të parë kur po afrohemi në zgjidhje: testueshmëria. Një ide me vlerë shkencore është ajo që bën parashikime të qarta dhe të falsifikueshme. Nëse një propozim për konstantën paraqet mekanizma që mund të maten në oscilimet e natyrës së galaktikave, apo në ndryshime të vogla në shpërndarjen e strukturës kozmike, atëherë ai hyn në kampionin ton të vërtet. Nëse ajo thjesht na ofron rrëfime kozmike pa protokolle matjeje, ajo mbetet e bukur, por e brendshme. Një metaforë tjetër për këtë detyrë është e një biblioteke ku secili libër duhet të ketë një indekse që mund ta kontrolloni. Matjet e supernovave, tërheqja Cosmic Microwave Background, lëvizjet e galaktikave, secila prej tyre është një indeks që thotë: ky libër është i besueshëm, ose ky libër po flet pa kuptim. Ne duhet të ndërtojmë komandat tona të lehtësimit më me kujdes se kurrë. Pyetja që duhet ju mbajë zgjuar është kjo: do të jemi inxhinierët e matjes që detyrojnë natyrën të rrëfejë misterin, apo do të jemi poetët që kënaqen duke reduktuar çdo imenore në një parabolë estetike? Zgjedhja jonë nuk është e parëndësishme.
Nëse zgjedhim rrugën e matjes, ne ndërtojmë instrumente që mund të na tregojnë nëse lambda është realisht një konstant, një fushë dinamike apo simptom e diçkaje më të çuditshme. Më në fund, kufiri i ligjeve nuk është vetëm një kufi i dijes, ai është një thirrje për metodë. Paradoksi i autoritetit na tregon se edhe idetë më të mëdha mund të ndryshojnë kur balafaqohen me të dhënat e reja. Kjo do të thotë se si komunitet duhet të ribalansojmë besimin ndaj autoriteteve me kërkesën ndaj provave. Dhe kur bëjmë këtë, ne bëjmë diçka tjetër. Ne ndryshojmë mënyrën se si numrojmë dritat në pyll, duke ndërtuar një matës që nuk gënjen nga dëshira, por ndjek shfaqet. Çfarë do të zbulojmë në vijim? A do të na sjellë një fushë e re, një ligj i ri gravitacional apo një kuptim më të thellë të zgjedhjes antropike? Pyetja mbetet e hapur dhe zgjidhja kërkon që të mos friksohemi nga kufijt, por as të harruarim se ata ekzistojnë. Imagjinoni se mbani një ditar të vogël, një pajisje që regjistron çdo mendim dhe çdo kvant të informacionit tuaj, dhe vendosni ta dërgoni drejt një vrim të zezë. Ky është eksperimenti mendimor që fizikanet përdorin që nga 1974, kur Stephen Hawking në Universitetin e Cambridge-it shfaqi rrezatimin që sot mban emrin e tij. Ai tregoi se vrimat e zeza nuk janë krejtësisht të zeza, por emetojnë një avullim të imët kuantor. Pyetja e thjesht bëhet e tmerrshme. Nëse ditari juaj shkon brenda dhe vrima e zezë gëlltit çdo gjurmë, a mundet që më vonë kur ajo avullon të rikthehet ndonjë fragment i atij informacioni? Tani shtrëngojmë kohën dhe presim. Një vrim e zezë e vogël, sipas Hawking, avullon gjatë një kohe që në shkallën kozmike është e shkurtër, por për të masat janë jashtë imagjinatës tonë. Në një shkallë të përmbledhur, e gjithë historia e një qytetërimi, lindja, shkënia, të dhënat, mund të zhyten dhe të transformohen në një vështrim të gjatë termik, një avull të bardhë që duket i thjeshtë. Dhe këtu shfaqet kontrasti që do të ndërtoj debatet tona. Mekanika kuantike thot që informacioni nuk zhduket, gjithçka ruhet në unitetin e saj matematikor. Por relativiteti i përgjithshëm në formën e tij klasike tërheq një vit të papërshkrueshme dhe të përfunduar, brenda së cilës shfaqet singulariteti, një pikë ku hapësira dhe koha bien në copza. Në thelb kemi një tension fizik dhe filozofik. Kuantumi refuzon humbjen e informacionit. Graviteti i fortë fton në hares. Kjo shpjegim, rrezatimi i Hawking, Cambridge 1974, formulon dilemën kryesore. Nëse rrezatimi është thjesht termik, ai nuk duket të bartë informacionin e asaj që u gëlltit. Por pritni. Ekziston një sër propozimesh që synojnë të rrëzojnë këtë bindje të alarmshme dhe secila hap një hartë tjetër të qarë mes kuantumit dhe gravitacionit. Le të kthehemi te një metaforë. Vrima e zezë si një kutje mbyllur me një derë të vështirë. Jakob Bekenstein në Universitetin Hebre të Jeruzalemit në 1972 propozoi se kjo kuti ka entropi, një matës të numrit të mënyrave për të mbajtur informacion. Bekenstein argumentoi se sipërfaqja e derës, jo volumi i kutisë, mban atë informacion. Kjo ide transformoi diskutimin dhe u bë parashikimi themelor i asaj që më vonë u quajt principi hologramës. Ky parashikim është më tepër se sa një poezi matematikore. Ai u bë testimi ku përplasen dy sisteme. Hawking dha rrezatim termik që sugjeronte se vrimat e zeza humbin masë dhe përfundojnë si valle avulli, dhe kjo sfidonte mënyrën si Bekenstein. Mendonte se informacioni mund të ruhet. Kthesa ndërdisiplinore erdhi me punën e Gerard Hooft në Universitetin e Utrechtit dhe Leonard Susskind në Universitetin e Stanford. Ata formuluan idenë se informacioni i brendshëm i një vënie gravitacionale mund të përshkruhet në një teori jo gravitacionale në kufi, çka njihet si princip holografik. Shembulli i ADS-CFT i Juan Maldacena në Institute for Advanced Study në 1997 dha një provë konceptuale. Një hapësirë antidesiter, një lloj hapësire me kurbë negative, me gravitet, është ekuivalente me një fushë kuantike pa gravitet në kufi. Kjo korespondencë na jep një model ku informacioni duket i ruajtur dhe uniteti i mekanikës kuantike rifiton sundimin, sepse kalkulimet në anën pa gravitet tregojnë qartë se nuk ka humbje. Por ky është vetëm një rast special. Universi nuk është një hapësirë antidesiter dhe kështu ne jemi përpara një marramendjeje.
Kemi modele që shërojnë paradoksin, por ato mbështeten në kushte që nuk përputhen me realitetin që përjetojmë. Këtu vjen një përplasje e re, eksperimente mendimore bëhen më të sofistikuara. Donald Page në University of Alberta në 1993 propozoi atë që njihet si kurb Page. Informacioni i një sistemi gëlltitur duhet të kthehet gradualisht në rrezatimin e dalë pasi sistemi të ketë humbur gjysmën e entropisë së tij. Kjo do të tregonte një rimkëmbje të unitetit. Nëse Hawking ishte plotësisht i drejtë dhe rrezatimi ishte i trazuar vetëm termik, kurba Page do të ishte një plakë e sheshtë pa rikthim, dhe atëherë mekanika kuantike do të kishte një problem themelor. Në mendjen e fizikantëve, kjo bëhet një avullim moral. Duhet të zgjidhet se cili parim hesh dorë, uniteti i kuantumit apo parimi i relativitetit klasik. Pastaj, në 2012, një grup që përfshinte Ahmed Almeiri në Princeton University, Donald Marolf dhe Joseph Polchinski në University of California, Santa Barbara dhe të tjerë, prezantuan paradoksin e firewall dhe treguan se nëse informacioni del në rrezatim, atëherë pranë horizontit të ngjarjeve mund të shfaqet një mur zjarri kuantor që shkatërron çdo observator. Kjo shkel një premtim të vjetër të relativitetit që thotë se një udhëtar që kalon horizontin nuk duhet të ndjejë asgjë të veçantë. Kjo nënkupton një zgjedhje të dhimbshme, të pranojmë murin e zjarrit dhe të sakrifikojmë principin e qetësisë së horizontit ose ta mos lejojmë murin dhe të pranojmë ndonjë tjetër shpjegim të çuditshëm. Pra çfarë tregojnë këto prova dhe kundërprove? Nga njëra anë, kalkulimet e ADS shtes CFT nga Juan Maldacena sugjerojnë fuqimisht se informacioni duhet të jetë ruajtur. Nga ana tjetër, analiza e firewall tregon se nuk mund t'i kemi të gjitha të mira pa thyer të tjerat. Ky është një stres test i vërtet për kufije teorive tona. Ato tregojnë se njëra teori ndonjëherë duhet të cenojë intuitën tjetër. Ky konsensus është i nxitur nga zhvillimet mbi principin holografik, megjithse këto rezultate vlen kryesisht në modele të veçanta dhe nuk zgjidhin automatikisht çdo aspekt të problemit në universin ton. Tani kalojmë te alternativa që fizikisht janë konsideruar dhe rrëzohen apo mbrohen me argumente. Hipoteza e kuote nëntijet totale, e mbrojtur herët nga disa interpretues të punëve të Hawking, është sot për shumë në komunitete vështirë të pranohet, sepse ajo kërkon shkelje të unitetit kuantumor, dhe shumë kalkulime holografike tregojnë se uniteti mbetet i shenjtë. Por ky konsensus nuk do të thotë që kemi një zgjidhje të plotë. Shumë propozime alternative mbeten në tavolinë dhe do të duhen parashtrime që mund të maten. Një nga këto propozime janë objekte të vogla jashtëzakonisht të dendur që ruajnë informacionin në fund të avullimit. Kjo ide u diskutua shpesh dhe paraqet një zgjidhje intuitive, por ajo përballet me probleme termodinamikore dhe kuantike serioze, si nevoja për një numër jashtëzakonisht të madh gjendjesh që çon në çështje të stabilitetit. Prandaj shumë fizikantë konsiderojnë idenë e remanentëve problematike dhe probabiliteti i saj shikohet si i ulët në komunitetin modern. Një tjetër rrugë është se informacioni del i koduar në korelacionet subtile të rrezatimit të Hawking, një shpjegim që ka mbështetje nga llogaritjet tip ADS shtypje CFT. Kjo nënkupton se rrezatimi nuk është thjesht termik. Ai përmban bishkrime komplekse që do t'i lejonin një vëzhguesi të atashonte pjesë të informacionit të brendshëm. Sidoqoftë, transformimi i këtij ide në një mekanik të përmbledhur që punon në hapësirën tonë të re është ende punë kërkimore dhe kërkon një teori të plotë të gravitetit kuantik që ende na mungon. Shumë nga këto dilema janë në fund të fundit testuese të kufirit të teorive. Ku përfundon relativiteti dhe ku fillon kuantumi në rrafshin e gravitetit ekstrem. Për këtë arsye, shumica e përpjekjeve moderne bien në dy kategori. Përpiqen të modifikojnë kuptimet tona për horizontin e ngjarjeve, si në zgjidhjet e propozuara nga konceptet e komplementaritetit të vrimës së zezë të Leonard Susskind, ose kërkojnë një kuptim të ri të mikrostrukturës kuantike të hapësirës, si në përpjekje të ndryshme të teorive të unifikimit dhe ideve mbi gravitetin emergjent. Secila rrugë ka fituese humbës. Disa shlyejnë një intuicion fizike të vjetër. Të tjerat kërkojnë element matematikor që ne ende nuk dim si t'i vërtetojmë observacionalisht. Le t'i vendosim kufit se çfarë konsiderohet i hapur dhe çfarë është praktikisht i përjashtuar. E para, në shumë figurat të teorisë moderne, humbja totale dhe fundamentale e informacionit, si shpjegimi i përhershëm i paradoksit, konsiderohet ndë një pjesë e madhe e komunitetit si e papreferuar dhe prandaj praktikisht e përjashtuar.
Ky është një përfundim i nxitur nga sukseset e zhvillimeve mbi principin holografik. Por praktikisht i përjashtuar nuk do të thotë provuar. Prania e ndryshimeve të vogla në parimet themelore mund të ndryshojë panoramën përfundimisht. Së dyti, idetë që kërkojnë entitete të pafundme të gjendjeve të brendshme, si disa variante ekstreme të remanentëve, janë teorikisht të paqëndrueshme dhe shumë fizikantë i konsiderojnë të papërshtatshme. Kjo i nxjerr ato jashtë listës së mundësive të pranuara. Nga ana tjetër, propozimet që kërkojnë riformulimin e përbërjes së horizontit të ngjarjeve, duke sjellë koncepte si soft hair, modet me energji të ulët në horizont që mund të bartin informacion, apo modifikime fine të strukturës së hapësirës pranë horizontit, janë ende të hapura dhe po studiohen intensivisht nga grupe të ndryshme. Për shembull, ideja e soft hair mori trajtim të qartë në punime moderne që lidhen me rolet e simetrive të mbetura në horizont. Shumë prej këtyre debateve sot janë më pak filozofike dhe më shumë teknike. Ato kërkojnë kalkulime të ndërlikuara të korelacioneve kuantike, analiza të përpunimit të entropisë dhe mënyra se si informacioni mund të kodifikohet në faza të ndryshme të evoluimit të një vrime të zezë. Këtu dalin në pah instrumentet matematikore të teorive të fushave dhe teorisë string, por edhe ide të reja si graviteti emergjent, ku studiues të ndryshëm thonë se hapësira dhe koha janë fenomene kolektive që dalin nga bashkëveprimi i entiteteve më të thjeshta. Kjo do të thotë se zgjidhja e paradoksit nuk do të vijë nga një mrekulli eksperimentale e afërt, por nga ndryshimi i mënyrës se si mendojmë për strukturën më intime të realitetit. Në të njëjtën kohë nuk duhet të harroni kufizimet observacionale. Ne po mësojmë. Vëzhgjimet e valve gravitacionale me LIGO në 2015 dhe mëtej furnizuan një dritare të re për të matur ringjalljet e vrimave të zeza, por ato ende nuk flasin drejt për mikrostrukturën kuantike pranë horizontit. Pra ne bazohemi kryesisht në elegancën matematikore dhe parashikimet e brendshme të teorive që shkojnë përtej asaj që mund të matet sot. Përfundimisht, ky është një hetim mbi kufijtë e teorive tona, ku zbatohen dhe ku krijojnë tension. Mekanika kuantike kërkon unitet. Relativiteti kërkon një hapësirë të qetë për çdo udhëtar që kalon një horizont. Dhe çdo përpjekje për t'i pajtuar këto dy kërkesa shton koston e intuicion ton ose në parimet klasike. Kjo është arsyeja pse paradokset e vrimës së zezë janë më shumë se një kujtesë teknike. Ato janë stresi që bën të dukshëm se ndërtimi in teorik ka një rrëfim të pambillur. Ekziston një rrugë e qartë përpara: testimi i ideve në modelet më të provueshme, kërkimi i sinjaleve subtile në rrezatimin e largët dhe ndërtimi i një matematike që përmbledh unitetin dhe gravitetin në një mënyrë që mund të përkthehet në parashikime të dallueshme. Por ndërsa ne ndjekim këto gjurmë, na del një zgjedhje që është po aq filozofike sa teknike. Do të pranojmë të ndryshojmë intuitën tonë të vjetër, apo do të krijojmë koncepte të reja që rizbulojnë natyrën e informacionit vetë? Dhe ndërsa pyetja rrin në atë prag, universi duket si një pyll i errët ku çdo hap drejt dritës mund të ekspozojë, por çdo heshtje mund të jetë një plan për të mbijetuar. Ju po e dëgjoni këtë zë si një pikë në errësirë. Ju jeni një vëzhgues në një hapësirë ku drita e shkuar mund të jetë tashmë fshirë. Kjo vetëdija e thjeshtë, që momenti juaj vëzhgues është i kufizuar dhe i përullur nga dora e kohës, është porta për atë që do të diskutojmë tani. Teza ime është e prerë. Përballë teorive të errëta të pillit, ne kemi 3 strategji filozofike konkurrente që përpiqen të japin kuptim boshtit të heshtjes kozmike. Së pari, strategjia e brute fact, që ngjarjet janë thjesht kontingjente dhe nuk kërkojnë shpjegim të mëtejshëm. Së dyti, kërkimi për një necessary foundation, një ligj ose proces thelbësor fizik që e bën jetën ose inteligjencën të jashtëzakonisht të rrallë. Së treti, ontologjia matematikore, ideja që struktura matematikore vetë vendos kufijtë e asaj që mund të ekzistojë dhe vije tre. Le të dalim nga gjykimi i përgjithshëm dhe të hyjmë direkt në secilën rrugë. Fillojmë me brute fact. Kjo është rruga që thotë: po, mund të ketë qenë plot qytetrime, por shumica u zhduken për arsye rastësore. Ne jemi një fëminor që ka arritur rastësisht shtëpinë në pyll. Kuptimi i brute fact merr forcë nga shpjegimi i efekteve të përzgjedhjes së vëzhguesit. Brandon Carter në 1970 nga Universiteti i Cambridge formuloi intuicionin e principit antropik.
A i tregoi se si fakti që ne ekzistojmë tashmë filtronte shumë hipoteza. Kjo qasje thot, ne nuk duhet domosdoshmërisht të kërkojmë një ligj misterioz për të shpjeguar heshtjen. Ndonjë kombinim i fatit dhe probabiliteteve mund ta shpjegojë atë. Forca e kësaj qasje është realizmi i saj epistemik. Ajo pranon kufijtë e njohjes dhe ja atribuon dukuritë rastësisë historike. Dobësia është e qartë. Brute fact është në rrezik të jetë e padobishme për parashikim. Ajo nuk na jep rregulla të qarta për të vepruar. Nëse gjendja është thjesht kontingjiente, nuk ka strategji sistematike për të parandaluar zhdukjen, sepse zhdukjet janë thjesht të rastit. Këtu lind një tension praktik me fizikën. Fizikën mund të na jap probabilitete, por brute fact kërkon statistika të mëdha dhe vëzhdime që ne nuk i kemi. Frank Drake në 1961 nga National Radio Astronomy Observatory propozoi ekuacionin e tij për të radhitur probabilitetet, por ekuacioni ndryshon në mënyrë dramatike, varësisht nga parametrat që ne nuk i dim. Prandaj brute fact është harmonik me fizikën empirike, por i dobët kur të dhënat mungojnë. Kalojmë te rruga e dytë, necessary foundation. Kjo strategji kërkon se duhet të ketë një pengesë thelbësore në ligjet e natyrës, diçka në fizik, Kimi ose biologjie që e bën lindjen ose kalimin drejt një teknologjie kozmike jashtëzakonisht të vështirë. Kuptojeni si kërkimi një nyjeje të fortë në zinxhirin shkaksor që lidh materien deri tek kultura teknologjike? Robin Hanson në 1998 artikulloi idenë e Great Filter në forma që e bëjnë këtë qasje pragmatike. Ai argumenton se nëse ndodh diçka kaq e vështirë, atëherë heshtja ka kuptim. Shumica dështojnë atje. Kjo qasje është fuqimishe sepse e bën fermi paradoksin të matshëm. Ajo propozon vendodhje të mundshme të filtrit dhe pasojat për të ardhmen tonë. Por ajo vjen me koston e retrodikcionit. Gjetja e Anderkori. Anderkori, quote, Anderkori 95. Anderkori. Anderkori varet në inferenca nga mungjesa e sinjalit dhe kjo mund të jetë shumë varfëruese. Nëse filtri është përpara nesh, Nick Bostrom në 1999 na detyron të marrim masa të jashtëzakonshme kundër rreziqeve ekzistenciale. Nëse filtri është pas nesh, Jemi të jashtëzakonshëm dhe shpresat janë të mëdha. Por kjo nuk është një parashikim fizik, është një raport i probabilitetit. Kjo strategji ndërvepron me fizikën në mënyrë më konkrete. Ajo kërkon që ne të identifikojmë procese fizik dhe kimike të vështira. Për shembull, sintezën samopërvetësuese biologjike, origjinën e gjeneve, stabilitetin e klimës planetare dhe të matim probabilitetin e tyre. Por këtu përfshihet rreziku i supozimeve. Kemi tendencë të shohim pengesat ku shpjegimi është vështirë dhe t'i emërojmë si filtrat kryesore pa prova. Pra fuqia e nevojës për një themel varet nga cilësia e asaj që ne mundemi realisht të matim në laborator dhe në teleskopet tona. Rruga e tretë është ajo e ontologjisë matematikore. Max Tegmark në 2008 nga Massachusetts Institute of Technology propozoi një version agresiv. Realiteti është matematik. Strukturat matematikore ekzistojnë si objekte të plota dhe çdo strukturë e qëndrueshme mund të prodhojë një univers. Në këtë kuadër, variacionet e parametrave mund të jenë thjesht aspekte të formave matematikore të mundshme, dhe disa forma nuk lejojnë jetën ose komunikimin. Kjo qasje përmban një premisë radikale. Ajo redukton kontingjiencën në një determinim ontologjik. Ajo është elegante dhe e fuqishme si mjet për parashikim, sepse nëse ligi matematikor qëndron, atëherë mund të nxjerrim përfundime të ngushta për probabilitetet e strukturave që lejojnë jetë. Dobësia e madhe e saj është se është shumë e vështirë ta verifikosh. Për të bërë lidhje të besueshme me vëzhgimin, ne duhet të njohim se cilat struktura matematikore korespondojnë me fizikën e vërtetë. Shihemi tani në konfliktin e brendshëm midis 3 strategjive. Brute fact mbetet realist dhe modest, por jo parashikues. Necessary foundation kërkon angazhim empiriko-teorik dhe mund të ofrojë politika të drejta, por rrezikon të mbështetet në hipoteza të pasigurta. Mathematical ontology ofron një kornizë unifikuese, por rrezikon të bëhet estetik metafizike pa një urë të fortë me eksperimentin. Ky konflikt nuk është thjesht akademik.
ai ndryshon si ne veprojmë. Nëse mendojmë si brute fact, do të investojmë në mbledhjen e të dhënave dhe në diversifikimin e zgjidhjeve tona. Nëse besojmë në Necessary Foundation, do të përqendrojmë burimet për të identifikuar dhe hequr pengesat kryesore, si kontrolli i rreziqeve teknologjike dhe ruajtja e mjedisit planetar. Nëse pranojmë matematikën si themel, do të kërkojmë parimet që na lejojnë të theselohemi me besim, simetri, stabilitet dhe konsistencë matematike që mund të përkthehen në sinjale të dukshme. Këtu hyn një pikë kyçe. Të trija strategjit nuk mund të zëvendësojnë fizikën. Fizika ofron të dhëna dhe kornizën ku këto filozofi mund të provohen ose të disprovohen. Le të ndalemi një moment dhe të sjellim një shembull të lidhjes mes filozofisë dhe instrumentit. Imagjinoni që një radioteleskop regjistron një sinjal të ngushtë dhe koherent, një beacon që ndodh vetëm një herë, siç mund të imagjinonte Seti. Ky lajm do të përplas teoritë tona. Ky është momenti kritik. Të dhënat nga detektori na mundësojnë të rishikojmë çdo strategji. Në praktik, reagjimi ndryshon sipas filozofisë që mbani. Një mbështetës i brute fact do ta shpjegojë sinjalin si një anomali të rastishme, pjesë e variancës statistikore që nuk kënaq prirje të përgjithshme. Një nxënës i Necessary Foundation do të kërkojë modelime që tregojnë se si një proces fizik lokal mund të prodhojë atë beacon, dhe nëse ai proces është i qëndrueshëm ose dukshëm i rrallë. Një përkrahës i ontologjisë matematikore do të kërkojë marrëdhënie midis sinjalit dhe strukturave matematikore të mundshme, duke provuar nëse tipi i sinjalit rrjedh nga një set rregullash matematikore të veçanta. Për më tepër, çdo interpretim do të thotë politika. Do të përgjigjemi, do të heshtim, do të përpoqemi të imitojmë. Ky është çelësi. Filozofia nuk është vetëm teori, ajo prodhon veprime. Tani, të shqyrtojmë forcat normative që rrjedhin nga secila rrugë. Brute fact nxit një etikë të durimit dhe konservimit. Investo në diversitet, ruaje kulturën, por mos bëj haptazi zbulime që mund të nepërkëmbin parashikime rastësore. Kjo sjell një politikë të kujdesshme, por jo domosdoshmërisht proaktive. Necessary Foundation sjell një etikë të preventimit. Njohja e pengesave të mëdha tregon që duhet të adresojmë rreziqet ekzistenciale, siç argumentoi Nick Bostrom në 2013. Kjo qasje justifikon investime të mëdha në sigurimin e biosigurisë, në ruajtjen e klimës dhe në rregullimin e zhvillimeve të teknologjive të rrezikshme. Është politikisht e fuqishme, por mund të keqvallërsojë shpresën dhe potencialin për bashkëpunim kozmik. Ontologjia matematikore e bën etikën më abstrakte. Ajo kërkon që ne të harmonizohemi me strukturat themelore të realitetit për të qenë të përshtatshëm. Kjo mund të nxjisë një kulturë të thellë bashkëpunimi shkencor dhe tërheqje drejt simetrive universale, por mund të prodhojë një arrogancë epistemike, besimin se ne kemi gjetur formulat e duhura, kur realisht mund të jemi në një ngushtësi. Tani le të flasim për dobësitë metodologjike të secilit qasje dhe si t'i adresojmë ato. Brute fact duhet të zhderojë nga pasiv në probabilistik. Nevojiten katalogime statistikore më të thella dhe modele që mund të jenë falsifikueshme. Që do të thotë të përdorim mësime nga paleontologjia dhe astrobiologjia si matje të probabiliteteve. Necessary Foundation duhet të shmang hipotezat e pasigurta, duke kërkuar parashikime të ngushta dhe masa të drejtpërdrejta. Kjo kërkon eksperimente të guximshme në biofizik dhe planetologji. Aty ku teoria pret një pengesë, kërkohet një eksperiment konkret që të tregojë se ajo pengesë ekziston. Pa këtë, modeli mbetet një mënyrë për të projektuar frikën, më shumë se sa një mjet kërkimor. Mathematical ontology duhet të përqendrohet në urën mes matematikës dhe matjes. Kërkohen prediksione të saktë që mund të verifikohen me vëzhgjime. Max Tegmark sugjeroi mënyra për të testuar disa aspekte të teorisë së tij përmes statistikës së strukturës kosmike, por këto teste janë delikate. Ideja është e fuqishme në letër, por pa prova ajo mbetet metafizike hishme. Ky është momenti ku teoria e lojerave hin në lojë. Thomas Schelling tregoi se sjellja racionale kombinuar me mungesën e informacionit shpesh prodhon ekuilibra të tmeshëm. Dilemat e sigurimit dhe parashikimet e UQOT në 96 nuk janë vetëm logjik, ato janë politike dhe teknologjike. Aplikoni këtë në vendimmarrje kozmike. Nëse çdo njoftim mund të sjellë shkatërrim, një aktor racional mund të heshtë.
Kjo krijon një ekuilibër të errët të pyllit, ku çdo dritë ndezur fshihet. Por ky ekuilibër mund të thyhet me informacione të reja, me transparencë të sigurt, me marrëveshje dhe me sinjale që vërtetojnë jo ndëshkueshmërinë. Kjo na çon te lidhja e filozofisë me politikat praktike të së ardhmes son. Në thelb, çdo strategji mban një plan veprimi. Brute fact kërkon vëzhgjim të gjerë dhe diversifikim. Necessary foundation kërkon minimizim të rreziqeve dhe ontologjia matematikore kërkon testim të rregullave themelore. Të gjitha tre duhet të koordinohen, sepse askush prej tyre nuk është i plot përballë kompleksitetit të universit dhe pasigurisë son. Në fund, kthehemi tek pyetja etike dhe ekzistenciale. Nëse jemi në pyll, do të ndezim zjarin për të thirrur të tjerët, apo do të fshihemi për të mbijetuar? Pyetja nuk është vetëm retorike, është një vijë drejt politike dhe shqence. Vendimi nuk mund të merret në nivel metafizik vetëm. Ai duhet të buronte nga ndërthurja e vëzhgjimit, modelimit dhe parimeve të provuara. Duke ecur përpara, kërkimi ynë duhet të bëjë diçka të thjeshtë dhe të vështirë njëkohësisht. Të bashkojë këto tre strategji në një praktik të bashkërenduar. Kjo do të nënkuptojë që ne të ndërtojmë instrumente që prodhojnë statistika të besueshme, të financojmë kërkime që testojnë pengesat kryesore dhe të kërkojmë parashikime matematike që mund të maten. Vetëm atëherë do të kemi një rrugë që i bën drejtimit ton një lloj racionaliteti kozmik, dhe jo thjesht një reflektim të frikës. Imagjinoni një ndërmarrje të tillë, si ndërtimin e një observatori kombëtar mbi rregulla të qarta etike. Të gjitha sinjalet e jashtme verifikohen. Çdo dërgjesë publike kalon në audit dhe çdo plan kolonizimi ballafaqon skrutin e sigurisë ekzistenciale. Kjo do të ishte një politik hibrid që respekton bruten e fakteve, kërkon themelin e nevojshëm dhe vlerëson strukturën matematikore që mund të zbulojmë. Nuk është një zgjidhje magjike, por është një rrugë që bashkon filozofinë me fizikën. Në këtë pikë rrafej se pyetja jon mbetet e hapur. Secila rrugë ofron një pjesë të së vërtetës, por asnjë nuk e mban të gjithë përgjigjen. Në pillin e errët të kozmës, ne jemi një entitet i vogël duke vendosur në bazë të parashikimeve të pasigurta dhe të dhenave të rralla. Por mos harroni diçka të rëndësishme. Zgjedhjet tona kanë peshë. Ato përcaktojnë jo vetëm si ne komunikojmë me jashtëtoksollët imagjinar, por se si ne do të menaxhojmë teknologjinë, rreziqet dhe veten tonë si specie. Nëse duam të ndryshojmë probabilitetet në favor të mbijetesës, duhet të pranojmë kompleksitetin dhe të ndërtojmë institucione që bashkojnë brute fact, necessary foundation dhe mathematical ontology në një praktik të testueshme. Më në fund, le të mbyllem me një imazh që do të ngjisë mendjen tuaj. Jamja e një rojtarit në një kull, vëzhgjimi në një pyll të madh. Ai sheh hapa, ndjen erën, por s'mund të di nëse zjarri që ndriçon në distancë është një shenjë miqësie apo një ftesë për grabitësit. Çdo filozofi që kemi shqyrtuar është një këshill për rojtarin. Të heshtë, të imitoj natyrën, të ndërtoj mure ose të lexoj yjet për të zbuluar një kod. Pyetja mbetet për ju që ta vendosni. Cilën këshill do t'i jepni rojes në kull? Çfarë do të bënit ju, tani, me njohuritë e limituara, me rrezikun e filtrave dhe me misterin e matematikës që mund të fshihet pas gjithçkaje? Dhe çfarë do të kërkojmë të dimë më parë? Një dëshmi, një provë, apo thjesht një arsye për të mos ndezur kurrë dritën? Hendrik Casimir në 1948 parashikoi teorikisht se boshllëku nuk është kurrë bosh. Ai parashikoi teorikisht një forcë të imët mes dy pllakash të afërta që lidhej me fluktuacione kvantike të vakumit. Ky është efekti Casimir, i cili më vonë u konfirmua eksperimentalisht. Ky eksperiment menduar tregon diçka themelore. Pritshmëria jonë se hëna është bosh mund të jetë iluzion. Natyra fsheh mekanizma të çuditshëm që dalin vetëm kur i provokon. Mendoni për një moment. Në një laborator të vogël, një efekt i padukshëm ndryshon fakte të dukshme. Dhe tani, imagjinoni të njëjtën lloj truke, por në shkallë kozmike. Këtu lind lidhja mes eksperimentit të Casimit dhe paradhënies son. Pyetja e Fermit, ekuacioni i Drake, filtri i madh, pylli i errët. Fesisi që dua të shtri është i thjeshtë dhe shqetësues. Njohuritë tona empirike janë fragmentare, por ato na japin një rrjet të mjaftueshëm argumentesh që theksojnë se çdo vendim për të shpërfaqur veten ndaj universit ka peshë ekzistenciale.
Ne nuk jemi thjesht përballë një enigme akademike. Ne jemi aktor në një loj ku informacioni, koha dhe pasiguritë përzihen në mënyra që mund të vendosin fatin ton si specie. Shqirtojmë këtë nga 4 këndvështrime. Çfarë dim në mënyrë të fortë? Çfarë dim në mënyrë probabilistike? Kufizimet e vrojtimit ton? Dhe çfarë kjo do të thotë për zgjedhjet tona praktike dhe etike? Së pari, çfarë dim fort? Enrico Fermi në 1950 ngriti pyetjen që ka gjeneruar gjithë këtë debat. Ku janë të gjithë? Frank Drake në 1961 në Observatorin Kombëtar Radioastronomik formuloi një mjet heuristik, ekuacionin e Drake'it, që na tregon pse probabilitetet mund të jenë të mëdha, por parametrat janë të pasigurta. Hendrik Casimir në 1948 parashikoi teorikisht një forcë të tillë, një ilustrim i mënyrës se si një zbulim i vetëm mund të ndryshojë interpretimin e të dhënave. Por shumica e asaj që dim është në formën e hipotezave të forta që varen nga supozime të rënda. Robin Hanson në 1998 propozoi idenë e filtrit të madh. Nick Bostrom në 2013 teksoi pasojat praktike të këtyre rreziqeve ekzistenciale në Universitetin e Oxfordit. Liu Cixin në 2015 popularizoi metaforën e pillit të errët, ku çdo sinjal i ndriçuar tërheq vëmendjen e grabitçarit. Këto janë baza mendore, probabilitetet dhe logjika e lojës së sigurisë bashku na nxjerrin në një peizazh ku heshtja mund të jetë një strategji racionale dhe komunikimit mund të jap dikujt të drejtën për të qelluar. Këtu është provimi empirik që shpesh neglizhohet. Nëse sondat vetriplokuese që John von Neumann konceptoi do të ishin mjet i zakonshëm i eksplorimit, Frank J. Tipler në 1980 argumentoi se galaktika do të dukej e pushtuar. Por ne nuk shohim një pushtim të tillë. Kjo mungesë është fakti thjesht që përjashton disa skenar dhe favorizon të tjerë. Por faktet e thjeshta kanë nevojë për interpretim dhe bija si vëzhguesit ndryshon atë interpretim në mënyrë dramatike. Le të ndalemi te kufizimet e vrojtimit ton, sepse këtu takohen shkenca dhe filozofia. Ne jemi një spektator i izoluar në kohë dhe hapësirë. Drita nga një qytetërim i humbur mund të ketë mbërritur te ne atëherë kur planeta jon as nuk kishte oksigjen të lirë. Stephen Webb në 2002 në Universitetin e Birmingham demonstron sa shumë zgjidhje teknike dhe historike mund të përshtaten me të njëjtën mungesë sinjali. Kjo do të thotë, një jo nga qielli nuk është domosdoshmërisht një e vërtetë se ne jemi vetëm. Por dilemen e ktjelon analiza e lojrave. Thomas Schelling në 1960 në librin e tij për strategjinë e konfliktit, tregoi se 2 aktorë të armatosur racional mund të prodhojnë armëpushim thjesht përmes frikës së ndërsjellë. Aplikoni këtë në shkallë kozmike dhe lind dilema e sigurimit. Një qytetërim që përpiqet të sigurohet mund të duket si kërcënim për të tjerët, dhe kështu të shkaktoj sulmin që dëshiron të parandaloj. Kjo logjik shpjegon pse një ekuilibër nash në nivel galaktik mund të rezultojë në heshtje të përbashkët, dhe këtë nuk mund ta vërtetojmë vetëm me sondime astronomike. Tani, çfarë nuk dim dhe pse kjo është thelbësore? Ne nuk dim se ku ndodhet filtri i madh, para nesh apo pas nesh. Nëse filtri është para nesh, shumë rrugë biologjike drejt inteligjencës teknologjike janë të vështira dhe ne jemi të pazakont. Nëse është pas nesh, atëherë jemi në fillim të një rruge me rreziqe të mëdha. Kjo dilemë ndryshon retorikën e politikave. Në rastin e parë, shpenzimet e mëdha për të zgjeruar teknologjinë tonë mund të jenë të panevojshme. Në rastin e dytë, ato janë jetike, por mund të nxisin vetë rreziqet që kërkojmë të shmangim. E rëndësishme. Shumë nga skenarët shoqërojnë me vlerësime thellësisht subjektive. Sa e zakonshme është jeta që arrin të prodhojë inteligjencë teknologjike? Ne nuk kemi një mostër të mjaftueshme për ta përgjigjur shkencërisht. Apo, çfarë teknologjish do të jenë të dukshme? A duhet të presim të gjejmë sfera Dyson të mëdha, apo shenja të përdorimit të energjisë që na tejkalojnë në mënyrë të qartë? Hulumtimet në infra të kuqe dhe kërkimet për artefakte teknologjike vazhdojnë, por deri tani rezultatet janë negative dhe të hapura për interpretim. Këtu lind delikatesa etike. Çfarë duam të jemi? Si specia,
Ne kemi mundësinë të veprojmë si një qendër që thërret të gjithë të tjerët, ose të veprojmë si një komunitet që fsheh identitetin e tij për të mbijetuar. Zgjedhjet tona nuk janë thjesht teknike. Ato modelojnë një narrativ morale. Guximi kundrejt kursimit, Dëshira për bashkëpunim kundrejt pragmatizmit të mbijetesës. Nick Bostrom në Universitetin e Oxfordit në 2013 sugjeron që ne t'i marrim seriozisht rreziqet ekzistenciale si prioritete politike. Kjo ndryshon mënyrën si planifikojmë shkencën dhe teknologjinë. Le të bëjmë një urë nga analizat drejt vendimeve praktike. Ne mund të përmirësojmë kapacitetin ton vëzhgues dhe ta diversifikojmë atë. Më shumë teleskop në infra të kuqe, më shumë projekte për të gjetur biomarker në atmosfera jashtëtoksore, më shumë investim në siguri dhe reziliencë teknologjike. Robin Hanson dhe të tjerë sugjerojnë se menaxhimi i rreziqeve ekzistenciale kërkon një kombinim parandalues dhe ndërprerës. Kjo është një politikë ndërmjetme që përpiqet të minimizojë të keqen më të madhe, pa hequr dorë nga zbulimi shkencor. Por çdo strategji praktike ka kosto dhe pasojë. Ne nuk mund të vazhdojmë si më parë, pa reflektuar se çfarë do të thotë të jesh vëzhgues i përgjegjshëm. Këtu duhet të ndalemi dhe të përdorim një shkallë shtëpiake për të kuptuar rrjedhën kozmike. Kjo është hapi i shkallimit në e njohuri në të panjohur. Imagjinoni një dritare dhome. Një qiri ndezur prodhon një dritë të vogël që jep ngrohtësi dhe shpresë. Tani, imagjinoni një qytet me mijëra qirinj. Bashkimi i zërit mund të nënkuptojë koalicion, por një dritë në mes të natës në një pyll të rrezikshëm mund të tërheqë jo miq, por grabitçar. Kjo metaforë tregon se një vendim i thjeshtë në shkallë të vogël mund të ndryshojë karakterin e rrezikut në shkallë të madhe. Çfarë na mëson kjo për sjelljen individuale dhe kolektive? Së pari, kërkohet një lloj episteme publike. Qytetarët duhet të kuptojnë pasigurinë fondamentale dhe të kërkojnë instrumente institucionale për të menaxhuar rreziqet e mëdha. Së dyti, duhet të ndërtojmë reziliencë. Teknologjia jonë duhet të dizajnohet duke supozuar se dështimet janë të mundshme dhe ndonjëra mund të jenë katastrofike. Së treti, kërkohet një etikë e komunikimit. Çfarë drejt kemi të vendosim për gjithë njerëzimin kur bëjmë një transmetim aktiv drejt hapësirës? Kjo prekur demokracinë dhe legitimitetin e vendimeve teknologjike. Limiti epistemologjik qëndron në faktin se shumë argumente bëjnë supozime mbi motivet dhe kapacitetet e të tjerëve. Ne modelemi një aktor të huaj me racionalitet të ngjashëm me tonin, por racionaliteti mund të jetë i ndryshëm, motivet mund të jenë të tjera dhe teknologjia mund të shfaqet në forma që nuk i parashikojmë. Milan Çirković në 2018 përmend se shpesh projektojmë modelin ton sociokulturor tek të tjerët. Kjo është burim i rëndësishëm i gabimit. Megjithatë, ka një përfundim praktik. Mosbindja ndaj kompleksitetit është vetkënaqësi e rrezikshme. Nëse na duhen institucione që mund të balancojnë arsyetimin shkencor me parimin e kujdesit të fortë, ndërtimi i tyre duhet të jetë prioritet. Kjo nënkupton një sistem vendimmarrjeje ku ekspertiza ndërdisiplinore, transparenca dhe përfaqësimi njerëzor bashkohen për të marrë vendime që prekin gjithë planetën. Ne jemi në një pikë historike ku mund të ndryshojmë probabilitetet. Një shtrirje më e madhe e kapaciteteve tona vëzhguese dhe një menaxhim më i kujdesshëm i teknologjive të reja mund të rrisë shanset e zbulimit të shenjave të tjera pa domosdoshmërisht na ekspozojë në mënyrë të parevokueshme. Por kjo kërkon vullnet politik, edukim publik dhe një kulturë të përgjegjshme shkencore, dhe këto nuk vijnë natyrshëm. Ato duhet të krijohen. Le të rikthehemi një çast te metafora që na shërbeu si udhërfyes. Rojtari në kull brenda pyllit të errët. Ai ka përgjegjësi për fatin e fshatit. Çdo vendim për të ndezur dritën mund të sjellë shpëtimin ose shkatërimin. Ju, shikues, jeni pjesë e këshillit që vendos për këtë rojtar. Çfarë do t'i thoni? Të ndez dritën dhe të kërkoj aleat, apo të hesht dhe të ruaj fshehtësinë? Fundi i këtij udhëtimi nuk është një përmbledhje e mërzitshme, është një provokim. Ne kemi mbledhur ide dhe prova. Kazimir na mëson se hapësira reagon kur e provokon. Fermi na jep pyetjen që nuk na lë. Drake na mëson të llogarisim, por gjithçka mbetet probabiliste. Hanson dhe Bostrom na tregojnë se rreziqet ekzistenciale kërkojnë seriozitet institucional. Por ajo që nuk kemi, dhe kjo është thelbi i tensionit, është një përgjigje definitive. Unë mbyll me një imazh që duhet ju ngulfat mendjen për pak çaste.
Një kull dhe vetme në mes të një pyli të madh natën. Dritarja e kullës mund të ndez një flak që thërret shokun apo të tërheq grabitçarin. Prietja që mbetet është e thjeshtë, por me peshë të rëndë. Në qoftë se do të ishit në atë karige, duke pasur gjithë pasigurinë dhe informacionin që kemi, çfarë do të bënit? Çfarë do të zgjidhni? Të ndezni zjarin për të thirrur miq apo të fshiheni për të mbijetuar?